Për të parë programin me mbroma yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky emision mundësohet nga Ujë Qafshtama, Konad Albania. Më falë, kam një pyetje. Po. Kur shkojnë aty të takohen, fillon intervista dhe regjistroni ju apo fillon që këtu, okay. Ka fillu programin. Po, ka fillu programi. La ypi, hyrja. Lea ypi, mirë se vjen. Mirë se të gjetë. Më në fund, ka shumë kohë që kam patur dëshirë të të takoj, edhe të të përgëzoj. Faleminderit për ftesën, dhe më falë për zërin. Ku ke qenë mbrëm, ç'ke bërë mbrëm? Bëra prezantimin e librit, dhe aty zëri. Iku zëri. Komplet. Pra nuk është se ka ikur nga të kënduarit, nga karaoke, nga festat, jo. Nga të folurit. Qa ndjesi është, mos kesh zë? Se ti, në fakt, më ndodhë shpesh, nga ndodhur një herë për shumë kohë në 97-ën, kur nuk e di e mban më 97-ën. Po, si se mban më 97-ën, po e mban më të kam fituar në Borrell një vend i tmerrshëm. Edhe më ndodhi që mami im u arratis, do të thënë iku gjeti një anije, ishte nën Krisma, nën Kalashnikov, kështu babi ishte deputet në atë periudhë, edhe iku sëri një javë. Një javë pas zë. Edhe pastaj kam lexuar shumë për këtë, edhe quhet mutizëm selektiv. Edhe është emocional, pra. Nuk e di, do të thonë është nga kur pëson kështu shok të madh, aty në Durrës kishte shumë krisma jashtë dritarëve edhe babi ishte në Tiranë, nuk dija do vinte sepse parlamenti ishte do digje ishte mbyllur në parlament. Edhe mami kishte ikur nuk Po e mbaj di më fare. Durrësin që ka qenë kaq problematik. Nuk kishte më kishte vendet e tjera, në fakt Vlora këto ju nuk. Vlora ka qenë keq. Edhe Burreli ku kam fituar ka qenë shumë keq. Ka shumë keq bandat. Unë kam qenë në Burrel, kam qëndruar e mbyllur në shtëpi për 4 muaj, pa dal fare. Ja, kështu kemi qenë. Gjithë shkon ka qenë maturë në atë periudhë. Babi më ruante, mbaj mend shtëpinë me automatik bashkë me komshitë e tjerë. Edhe në erdhën komshitë dhe na ofruan që të marrim automatik, po babi im ishte njëri shumë paqësor. Edhe nuk prana. Ajo, kam dëmruani ju. Edhe babi në fakt nuk pranoja kur ardh në shtëpi, po pastaj aty jashtë duhej. Duket si surreale kur e mendon sot. Ishte gjithë lagja, domethënë që kishin merrin edhe ishin u shpërndan armë, nuk e di nga i nxorrën, nga dolën, i morën secili mori armën e vet, po babi më tha unë nuk ta përdor, kështu që koçë ta ke merrni ju, ta ketë një që ti ta përdor edhe më mbron edhe unë. Po edhe mami nuk erdhi fare sepse mami kishte shkuar në plazh, ndodhi kështu si papritur. Ai kishte shkuar në plazh takon të vllajën, edhe aty kishte kaluar një nga këto anijet që merrte njerëz, atëherë edhe organizimi i trafikut njerëzve ka qenë më pak i sofistikuar se sot. Dhe mami iku, po thua me anije. Po. Ata ikën. Po ishin ke pista, kështu dalë tyro ke pista me pantofla, edhe të quan Krisma u trembën, edhe i bën të kjo anije. Ti ndërkohë ishe në shtëpi? Sa në Durrës, po. Me gjyshen. Me gjyshen. Ti dhe gjyshja vetëm në shtëpi? Po. Babi? Babi në parlament nuk dijej, Nuk di se kishte se s'kishte smunon tas telefonin atë ditë, mbaj më shumë mirë atë ditë. Wow. Edhe se fillon takimin. Trauma. Direkt trauma. Historin. Jo, unë kam shumë për të të pyetur, shumë për të folur dhe kam shumë kuriozitet në fakt. Një kuriozitet që në fillim më ka nisur nga ajo çka kam dëgjuar të thuhet për ty në media këtu në Shqipëri, edhe pastaj akoma më shumë në gjithë mediat botërore, shumë krenare dhe shumë e lumtur për gjithë arritjet dhe sukseset tua. Pastaj, shumë kuriozitet pasi kam lexuar librin tënd të ri. Më ka pëlqyer shumë dhe më ndodh një gjë sa herë që më pëlqejnë shumë librat e një shkrimtari të caktuar, dua të takoj shkrimtarin. E kam kështu si dëshirë të madhe për ta takuar, për ta njohur. Ti je patjetër personazh aty sepse është historia jote, por edhe sikur mos ishte, mënyra sa ke shkruar aq bukur, më ka lindur dëshira për të njohur akoma më tepër dhe nëpërmjet këtij takimi tonin shpresoj shumë që të të njoh edhe publiku shqiptar akoma më shumë. Ty Lea, se një pamjet të tua, një
qëndrimet e tua, po kam kuptuar se të njeh pak ty. Nuk e di nëse ke qenë ti hermetike për të treguar më shumë nga personalja, apo nuk të janë bërë pyetjet. Jo, nuk ka qenë e qëllimshme, nuk ka qelluar, domethënë edhe unë kam ardhur në Shqipëri shumë pak. Kështu që nuk kam patur rast që të kem intervista personale, po jo se kam fshehur në gjë. S'kam bërë në qëllim. Jo, unë jam shumë kurioze, jam bërë akoma shumë kurioze kur mësova që ke 3 fëmijë. Dhe, thash kjo grua. Dhe i madhe është shumë fan si programit tënë. Sa mirë, bëjmë qefi. Unë kam shumë pak kohë që të shoh televizorin edhe lexoj, në pjesën më të madhe kohës lirë që kam, po nga kalamajt, sigurisht edhe pastaj fillon sepse interesohesh se duhet të fillosh një atë interese, që kam parë. Bë qefi. Programe. Sa i madhe thua ti pa, është se i vogël, ë? Është 15. 15, bëhet shumë qefi. Edhe të dy vegjëllit janë 10 po dhe 8. Po janë të rritur gjithsesi. Edhe ti ke të vegjël. Edhe unë jam të vegjël. Dhe po thoja që kur mësova që je nënë e 3 fëmijëve dhe je kaq e zënë me punën tënde si akademike, por edhe duket kaq e lexuar, them ku e gjen kohën si Adele Ayupi, dhe kam shumë pyetje në lidhje me këtë. Sepse je gjithsesi një frymëzim për të gjitha ne gratë që duhet balancojmë punën, karrierën, pasionet dhe prindërimin. Po, duhet kërkojmë edhe ndihmë. Duhet kërkojmë edhe ndihmë, po. Duhet kemi një sistem suporti. Lea, unë po të drejtojmë gjithkohës me ti, sepse dua të ndjej sa më afër. Por kam parë që në për intervistat gjithë drejtohen me ju. Jo, me ti s'ka problem fare. Në atë angli ku jap mësimin, studentët gjithmonë drejtojnë profesorëve me emër. Edhe është shumë ndryshim i madh në fakt sepse kam vënë edhe në Shqipëri shumë goxha formale ajo kultura akademike dhe profesorët janë profesorë dhe kanë vënë kur hapen konferencat gjithmonë kanë hyrje gjata e tjerë. Kurse në Londër janë në Londër gjithë sistemi anglosakson akademik është shumë informal. Kështu studentët flasin me ti, shkruajnë olea. Dhe nuk është problem. Jo, kjo nuk do të thotë që është mungesë respekti ndaj. Janë kultura të ndryshme akademike, për shembull në Gjermani, në Francë janë shumë më tepër formale dhe kur çojnë tash kanë një kurs që duhet të jap në shkurt, edhe kur mësjellin ato emaillat franceze, share madam, po nuk e di nëse të pëlqen gatimi, nëse gatuan. Më pëlqen shumë. Unë e gjërat që kur kisha parë programin në Airbnb me djalin, e thash, sa qef sa tu, po kam e gatime, kështu që... Do gatuajmë, si vajzë nga Durrësi, unë kam marrë pak oktapot të mirë, sot, kështu që shkojmë bëjmë një oktapot të mirë furre, edhe flasim për ty, edhe për jetën tënde edhe për punë. Mirë tani ne e gatuam dhe ham, apo vetëm e gatuam? Gatuam ham, patjetër. Edhe një gotë verë madje, po me këtë zërin tënd sot. Sepse ti vjen nga qefi. Lea, jemi në vendin tim të preferuar në shtëpi. Edhe në timin. Vërtet, do ta kisha thënë, do kisha menduar biblioteka. Të dyja, po. Edhe nga gatima kam shumë qef. E keqe. Çfarë pëlqen gatuash më shumë? Po i bëjt gjitha, mund të ashtë gatuar ato që hanë fëmijët, kështu që nuk është se këtë shumë vetën që duhet, po edhe fëmijët janë shumë të mirë i hanë gjithë. I hanë gjithë, panaze. Gjërë që bëjmë e qefë është kushinë italiane, edhe gjërë shqiptare bëj. Mbërësirat nuk e bëj mirë, nuk e hadha, nuk e bëj. Unë besoj që ata që kanë pasion realisht kuzhinën nuk janë të mirë të mbërësirat, ose ata që bëjnë mbërësirat nuk bëjnë këto të kripurat mirë, domethënë janë më të specializuar. Pasqëria kam shpresë se ndryshon nga. Është si art tjetër. Është si art tjetër, eksakt. Po ti bën mbërësira? Jo, vetëm një tiramisu të bëj, pastaj nuk merrem fare, më mirë i blej. Leqim duket se ka shumë temena për t'i bërë, është pak punë kimistash ajo. Edhe kjo, po ajo fantazion pak më shumë, ndërsa aty duhet të rish strikte atyre. Atë ka shumë qef njerëz që kanë shumë qef. Po. Merren domethënë. Po. Jo, mbërësirat nuk e ha në fakt. Ti ha? Jo. Asë nuk e bën se nuk e ha. Peshkun e gatuan. E kam shumë qef. Atëherë kemi oktapodin sot. Shumë mirë. Unë po e marr këtu dhe ndërkohë do të kërkoj të më ndihmosh të më presësh këto. Ku ti vën? Ja, do t'i vendosim këtu për të gjej një fik. Atëherë, ja tek e kemi. Do t'i vendosim këtu bashkë me oktapodin. Po do t'i presim. Unë nuk e di si e gatuan ti oktapodin. Unë oktapodin nuk e kam gatuar shpesh, nuk është në Londër ka oktapod shumë të mirë. Nuk ka? U vin Durrës e bën mami. Bën mami. Mami e bën shumë të mirë, e bën edhe është recetë italiane, kur kam për ta bërë edhe ashtu me kartocë që quhet, me letër alumini. Edhe marinon përpara fut me letër alumini dhe frita ashtu siç është. Okej. Në shtëpinë tënde është gatuar gjithmonë? Gjithmonë, po. Tani ku të vëm këtë, ku ta vëm këtë? Tani. Ma jep mua këtu. Opa. Po sa të ndaje do domatet? Për gjysëm. Ashtu. Kaqe? Më të vogla. Jo, mendoj që janë okej.
Edhe qysha ka gatuar gjithmonë shumë. Ndoshta unë them po. Blemani? Blemani, po. Aha. Ka qenë fantastike. I bënte edhe tortat fantastike dhe imagjino të ishe guzhinjere e mbaruar në atë kohë, se ne jemi rritë në komunizëm. Po. Nuk kishte shumë pak ingrediente me sopë vajguri. Po. Ose Vështirë. Vështirë. Është shumë e vështirë dhe ajo prapë bënte shumë mirë dhe ka pas bërë ca torta ditëlindje. Që unë dosha dhe kjo, prandaj s'kam bërë ndonjëherë ëmbëlsira, se thosha tortën s'do ta bëj ndonjëherë kaq mirë sa kjo. Sa që... Kështu që Po është i rëndësishëm gatimi në familje le atë mendon. është shumë i rëndësishëm. Se sot londinezët nuk besoj që gatuajnë shumë. Ato bën gjëra të shpejta dhe në fakt kalamajt e mi, mamat e veta gjithmonë i marrin gjëra kështu të akull tash i shkrim. Gjithë gatimet ja marrin, gjithë gjërat ja marrin gati. Po unë kjo është unë edhe u thoj shumë, kështu që kur të normal që i bënim shoq, po ose bëjmë gjëra të shpejta, gatuan dhe po. Kur nuk jam unë merret, sidomos nga që unë kam shumë qejf. Ai nuk ndërhyn kur jam unë, po kur nuk jam e bën. Edhe kurse kur jam e kam shumë qejf, merrem, tamam, nuk marr, nuk i bie shkurt. Nuk do ta kisha thënë që nuk të jep idenë e një gruaje që gatimin e kam pasion, e kam shumë e ke pasion gatimin. Edhe e kam dhe si antistres, më thonë. Është terapia, po ja. Është terapi. Se e ke mendjen këtu, i largon nga... Po. Ose dëgjon, për shumë unë dëgjoj edhe nuk e di dëgjon, unë dëgjoj shumë libra me audiobooks, kur gatuan, po. Po. Edhe dhe i radio, në dëgjoj libra, ose këto audiobookët, edhe kam, më thonë, aty i bëj të dyja, edhe bëj gjellën, edhe relaksohet për vetën time, dëgjoj. Librat e tu janë audiobooks? Shikoj që kësa të duan. Bol janë, mendoj. Okej. Janë, po, ta thot sa gjuhës, dhe jo të qita gjuhës, në audiobooks. Në cilët gjuhë janë? Në gjermanisht, anglisht, spanisht, holandisht, janë, më shumicën janë, këto gjuhët kryesore që kanë edhe shpit botuese që kanë edhe audiolibrin e kanë. Shiko, po në Shqip, a ka audiobooks? Me sa di nuk kanë. Akoma. Po, dhe nuk e di, a është treg që mund të përfitojnë botuesit edhe nuk e di. Unë mendoj që është zgjidhja, domos kur je në makinë, duke bërë një fund tjetër në trafik, të dëgjosh librat me audio, është shumë qetë edhe do kishte një mënyrë shumë e mirë për ta shfrytzuar kohën maksimum. Domos dhe në Tiranë, ke parë që trafiku kemi. Po, e kam thënë. Do t'i hedhin? Po, t'i bëm tashin. Gjithë nga kështu si bërë. Bollin sa unë qa urishin. To janë ullim berati. Edhe pak cilin, no? Rriti kam shumë qef. Edhe unë. Do të marrë një litruri, do të kam që që mi ke vonë largë, po të kisha kua. Do të apërë kisha maru ato. Duda kisha maru, asi ma ujë. Nëse ka një pjatë që ti do zgjidhje mes gjitha gatimeve tradicionale shqiptare. Po. Tradicionale shqiptare. Ka një të muazuar e shumica, po... Unë des për përges. Përgesën. E kam shumë qef. Olea, po ty, si të ka nisur dashuria për librat? Në shtëpinë tënde është lexuar gjithmonë dhe ti ke parë prindrit, duke lexuar edhe... Edhe në atë kohë, nuk është se kështë shumë gjëra tjera për të bërë. Në televizion, në kohë që jemi rritë me, kishte vetëm vishën e trave dhe shtunë, edhe teatër Kukullave në 90 djelje. Pra ti në 90-ën kishe 11-12 vjeç. Kështë kam filluar lexoj shumë e vogël, kam mësuar mamit e dhe unë kisha shumë qef prava dhe mami tregon të prava ruse. Edhe ajo kishte një libër rusisht që i kujtonte vetë, mund të ato janë brezi që kanë bërë rusisht në shkollë, ne kishte një libër rusisht, edhe ajo tregonte, pas shumë qef topa, ka shefa, dekshën, vasilika e bukur edhe mami u lodh, se unë gjithmonë këtë kanë tregon, po hajde mësot me zotë, dhe lexon vetë prava. Edhe kam mësuar para se shkon në shkollë. Për nuk shumë me libra e në qënë autorët shqiptarë që kanë këto tregimet e moshme shqiptarë, se që shumë një drush këtegi. Po ka pas shumë, ja për shumë dje, po kujtohesha se takova një vajzë që ishte vajzë e Gjurgjull Muqit. Në ka lezuar ato, kanë qenë vogël, ose Odisej Grillo, kanë qenë sa mua, akoma në kujtojnë libra, ka qenë në 3 për tacukot, ishin 3 për taci, ja lezoj kalamajve të shi, zdua, zdi dhe s'mund. Unë kam rëzui. Po tani a i përqen? I përqen. I lexon shumë. E pastaj kur u rrita? Pastaj në bibliotekë të qytetit, unë të merja libra gjithmonë me libra të biblioteka fëmijëve, pastaj merja të biblioteka të rriturve, dhe pastaj filluan që të linin libra, kishte më shumë treg se në atë kohë, s'kishte libra, shumica librave ishin ndaluar, ose kishte shumë pak, kur dinte libri në librari, ishte eveniment, i shkoj e mbaj radhën, ose i lutesh e shitses, po ta njefje që marruaj librin, mos ma...
Mos është shit, sa të dinë në shit është për herë. Kështu që 1.000 metët, mbaj mund akoma kur ka dalë të libreria qytetit 1.000 metët në 88 do të qenë një libër i zi, trash, gjithë Brezil, edhe jo të kur ato asë të ndjenin të gjë. Po, unë bërë më kopertina, gjitha ma, po. Pastaj kur rrita e qik, Kadareja më pëlqen të shumë. Kadareja ka qenë i preferuar, ja? Ka bërë pas besoj Bibi është një nga librat e Kadaresit ka lënë më shumë brejsa. Nga të parë që kam lexuar, i pari fare që kam lexuar nga Kadareja, nuk ka qenë ajo që një festivalore, që një ëndër mashtruese. Ëndër mashtruese, okay. Edhe ishte që ka dalë volum. Po. Pastaj të hova, lexova më radhë, generali më pëlqen shumë. Po më pëlqen shumë. Kush është për ty kush më pëlqen më shumë kronik në bukur. Do kisha dhënë pas. Po, atë nuk kam lexuar, këto i generali është. Një gjithë ura në 3 harë, që bukur. Kadareja ka një poezi fantastike, Ai edhe një gjë tjetër që më kujtohet pra kur kam qenë vogël, ne kemi pasur një libër me poezi, të vogla të Kadaresit, që ka pasur një poezi koha e popujve. Çfarë poezi fantastike që ishte. Po. Kur superkafshët drimin botën, njeriu në gjuhën një kull, a patur vita të mamifëve, por kohë të tyre s'pati kurrë. Pastaj vazhdonte me brirë të tmerrshme dhe klif në kobi, ata e bën ligjin tic. Pastaj kjo që më pëlqen të mua se kjo fjalia që thosë ka patur vita të mamifëve, por kohë të tyre s'pati kurrë. Edhe në fund fare mbaronte me një gjë me njeriu, thosë më në fundin e poezisë. Po unë kam pasur shumë të vjerësh në rria mendoj, ai kisha nga mamufët, ai kisha nuk e di, pastaj e kam lexuar, mos kujtoj që ishte poezi fantastike. Pastaj ka qenë një tjetër fantastike që mësuesat e fshatit. Edhe që ishte një po pra poezi. Te ky libër për të filluar. Po kam dim të poezi se lexoj, lexoj lëshinjisht, edhe nuk e shkruar poezi. Kam shkruar në librin e ta. Vërtet nuk e them. Të do shtem na kërkojnë dhe nuk janë të Vërtet? Librin e parë ka qenë në poezi, dhe ka pas titullin Gjumë e Pjagosur. Edhe ka dalë, ka botuar atëherë shtëpia e lidhjes shkrimtarëve, sepse nuk ishte akoma botuese private. Çfarë ti flasin? 93 që ke qenë? 14 vjeç. 17, 92, a mos ka qenë për para, 92, 93. Okej. Pas titullin Gjumë e Pjagosur dhe kishte, nuk të zishte vogël fare. Po, nuk të pëlqejnë sa. Jo, ato s'm pëlqejnë. Pastaj bëra edhe një tjetër me tregime, shkurtra, më ishte çik më shumë ndryshe. Jo, okay, ka janë dhe sa që janë okay. Aha. Po, ja. Tashi, njeriu nuk duhet të ndohet asnjëherë për libra dhe për gjëra që ka bërë. Nuk duhet të ndohet? Po jo, se ti e ke bërë, ka patur një justifikim, një arsye në atë kohë. Edhe ajo arsyeja që ka qenë e vlefshme atëherë, pavarësisht mos jetë e vlefshme sot, që atëherë kishte atë logjikën e vet. Kush e ka lexuar në atë kohë librin me poezi i pari? Po, unë ja lexova këtyre të shtëpisë, prindë. Po. E sot kush e lexon i pari librat? Lexon mami, jo tani, unë tani shkruaj anglisht, më shoq lexon më shumë. Ai lexon i pari. Është kritika ai ti është? Sigur, po. Shumë. Ti nuk përzitesh domethënë nëse. Jo, përkundër, ai është shumë mirë sepse është një njerëz që kur është kritika, kur të vjen kritika një njerëz që ti e di që do të mirë, dhe që nuk ta bën kritikën për arsye të tjera, përveç faktit që do që kjo gjëja të jetë akoma më e mirë, është nuk ka gjë, se ti besim, ndan atë sa ke bërë vepër ose intervistën ose shkrimin, edhe kur thot njëri që shikon se këtu nuk shkon një botë të rrëlluar, është ku ke njëri që ke besim, mami është shumë kritika. Edhe mami. Po ka përshpes kritikat e mamit nuk i mërpret një stoj si të bashkë? Jo, edhe të mamit. Edhe të mamit. Po. Jo, edhe mami ka shumë shije. Se mami është njërë, se mami më bëj anglisht, pasaj bëj shqip. Edhe mami lexon zakonisht versionet shqip. Edhe mami është padoreza fare. Po, kështu që ku mami korrigjon shqipën zakonisht, që bëj këtë. Se kjo fjalla nuk ekziston, që është kjo fjallë. Po shqipja është perfekte. Jo, me kam arruar, se një se përdore dhe shumë. Nuk e di, unë po flas në intervistat që kam parë dhe në libra që kam lexuar. Se di pastaj në jetën e përditshme sa vështirësike në komunikim me njerëzit. Do sham kartë, që son të bëj vetë librat, kështu që mundohem edhe vazhdoj të lexoj edhe. Librat i ke shkruar në anglisht, pra mendimi ka qenë në anglisht? Shiko, librat është shumë fuqi. Librat të poshtëruar që ato janë kështu që unë filloj një gjë dhe pastaj varet në varësi asaj që do shkruaj. Për shembull, ka pjesë libra që janë më filozofike dhe filozofia vjen më shpejt dhe më kollaj anglisht. Edhe e bëj anglisht që të dalë ideja, që të dalë domethënë ku duhet dalë.
Kurse kur kam kështu pjesë emocionale me personazhe, me karaktere, me ngjyra, anglishtja nuk është gjuha e emocioneve, është gjuha e punës për mua. Kështu që ato paragrafet i bëj ose italisht në rast ose italisht. Edhe italisht kanë kaluar shumë kohë. Tani, më lejo ta kuptoj pak jetën tënde. Lea Ypi lind në Durrës. Qëndron në Durrës deri në vitin 97. Dhe pastaj 97-ën ti shkon në Rom. Si shkon ti në Rom? Kjo është, nuk e di sa duhet të them për këtë, kjo është tema e librit që vjen, që po jam duke shkruar tani. Po mirë. Por Ku do jetë për lexuesin? Në atë periudhë ishte një periudhë që ishte hapur fjala që po të kishe një depozit në bank, është më thënë nga këto gjërat aventurat të shqiptarëve të 90-s, po të kishe një depozit në bank dhe po ta depozitoje dhe pastaj të regjistrohesh, mund të regjistrohesh në universitet dhe po të regjistrohesh në universitet mund të merrje bursë nga ato kanë qenë sa ente regionale në Rom quhej ADISU, quhej Azienda per il diritto allo studio universitario. Do të ishin sa fondacione të asaj komunës ose regiones si ishte në Itali. Edhe aty bënin kërkesë gjithë, po merrje bursën ambulante ushqim. Ishte vërtet kjo, ishte reale domethënë? Po. Kështu gjithë shqiptarët që kanë shkuar në Itali në këto vite në 90-ën, kështu kanë shkuar. Shkonin atje, merrnin këtë depozitën, babin pati marrë borxh lekë atëherë. Që duhesh. Po prindet unë atë kohë? Babin kishte qenë deputet, por nuk ishte më deputet, se në 97-ën u doj parlamenti u mbyll kështu. Edhe më ishte mësuese pensioniste, pastaj një familje normale, nuk përsteshin. Jo, nuk kishin të pasur. Nuk kishin, ato kishin qenë dikur të pasur, se babin kishte shumë prona. Dhe sidomos nga pjesa e nënës, si kishin pronat në Durrës dhe jetonin me shpresë se do dalin pronat, por nuk kishin dalë deri në të kohën që unë shkova në universitet. Pastaj më vonë filluan, domethënë lëvizën pak gjërat edhe u rrit mirëqenia. Po kam qenë unë këto vite që jam rritur, domethënë në gjimnaz dhe kur fillova universitetin, edhe kur e mbarova universitetin, ne ishim shumë keq nga gjendja ekonomike. Kështu që mame punon të ka punuar Itali, si gjithë shqiptarët. Qa punë era bërë? Me punësh, zonja të vjetra, qa gjente, si punë, si gjithë punët e emigrantëve. Edhe, kështu që kemi qenë shumë keq, më thënë, pavarësisht se ishin familje që kishte libra, kishte kulturë, kishte pasuri të tjera, jo materiale, por nga ana ekonomike, unë kur kam filluar universitetin, kam shkuar në Itali dhe nuk kisha fare lekë. Dhe ke punuar? Asnjë gjë. Po, dhe kam punuar, po pastaj shoqyr deta kishin njerëz që na ndihmuan, domethënë kam mbetur me kushërinë, me lëllë me shqiptarë që i njihja, kam kërkuar me shoqe nëpër dyert e kishave në Itali, sepse ato shpesh kishin që t'jepnin kishat të bën kutërrie. Edhe ke të qëndruar në kish? Do të thotë kam kërkuar, se nuk është ishte shkolla, nuk kemi gjatë, jo, mbaj mend kur kam arritur në Rom, ato muajt e para, mbaj mend që 6 javë të para vetëm kërkoja këso kutërimin, sepse unë kisha kushëri, po ishë një qik largë Rome, duhet nga trenin, dhe pasaj ka ato kanë detur shumë, po dhe ato kanë qenë vështirësi me... Po besoj gjuhën e ke ditur, se ne kemi qenë brezi që dinim italisht dhe ka qenë e lehtë për ty kjo, apo jo? Ne kemi qenë, po unë dija gjuhën e Nonela Raj. Patjetër. Unë kisha marrë filozofi, edhe kjo ishte tjetër vështirësi, domethënë, sepse filozofi, plus mes kishin bërë fare në gjimnaz, filozofia ato e fillonin nga... Ti e kishe qef filozofin, prandaj e more. Kisha qef letërsinë dhe kisha qef letërsi që ishte letërsi filozofike. Dhe nga që doja të shkruaja, të vazhdoja të bëhesh shkrimtare, vendosa që filozofia ishte dega më e mirë nëse doja të bëhesh shkrimtare. U bëre peshua pastaj nga vështirësitë apo jo? Jo, në fillim po u bëra si jo. U bëra dhe nuk doja dorë sepse babi nuk donte, mami nuk donte. Do të thonë mami jon, fakt mami kanë inkurajuar, po babi dhe çfarë donte babi? Babi thoshte se unë isha mirë me mësime, edhe bëja për olimpiada fizike. Do thonë kam marrë me 10, edhe ai thoshte ti mund bësh çdo gjë. Pastaj në Shqipëri ka qenë që filozofi e kishin sidomos këto familjet që kishin një çik persekutim, e kishin si kjo ishte dega e sigurimit ose dega e ish komunisë. Shumë konsideroase. Të paktën këto familja ime kishte shumë paragjykime, ishte marksizëm, leninizëm, filozofia nuk e merrte, nuk e njihte njëri si filozofia. Babi thash, po do shkolla, do shkojnë gjithë spionat. Gjithë spionat bëjnë filozofi. Edhe kështu që unë bula kam shumë, më thashë, po ti unë të shoh ty me një laborator në MIT, duke bërë fizikë bërthamore. Ti nuk e pe veten kur? Jo, unë pëlqente, në fakt unë edhe një gjë tjetër mua pëlqente shumë fizika, dhe në vit 4 ne kemi pas bërë fizikë relativiteti dhe fizika vinte një pikë që bëhej filozofi. Dhe unë mbaj mend që pyesja profesorin, kam pasur profesor shumë të mirë kujtim ulli, thoshte profesor, ç'është kjo vale, unë s'e kuptoj ç'po. Dhe ai thoshte, po kjo është pyetje filozofike. Fizika dhe filozofia. Edhe kur mbarova gjimnazin, profesor kujtimi shkon dhe babi, po kjo duhet bëj fizikë, sa i thoshte që kjo duhet bëj fizikë. Edhe unë i thosh po unë do bëj filozofi, se më ka thënë profesor kujtimi që këto pyetje janë pyetje filozofike.
E habitshme, pra nuk isha menduar që mund të ketë ndonjëherë në një pikë takimi fizika me filozofinë, me shkencat eksakte, me letërsinë. Janë shumë tikura me çfarë është koha, çfarë është hapësira, që janë edhe nocione fizike, matematike, filozofia me këto merret. Po më pëlqen edhe letërsia, domethënë kisha të dyja, dhe filozofia i bashkonte këto, këtë interesin që kisha për shkencën, edhe këtë për letërsinë. Pra një gocë që vjen nga Durrësi shkon edhe studion filozofi në La Sapienza. Dhe me rezultate shumë të mira. Kjo ishte trauma që unë kur shkova, me që tash italishten e dija, po vetëm nga, po këtë e kanë gjithë shqiptarë që kanë shkuar të bëjnë shkollën, kurse është në historia imja, kanë shkuar me vështirësi ekonomike, shpesh me degë që duhet studionin në një gjuhë që nuk kishin bërë asnjëherë asnjë gjë, me studentë të tjerë që vinin nga zakonisht në liceu klasik ose nga që kishin shumë, kishin shumë më tepër njohuri. Dhe si në gjithë universitetet, sidomos në Itali, gjithandaj ka shumë konkurrencë me studentëve. Që unë bëhem mend që i lutesha mirë, pse nuk kuptoja, Aleksandr, nuk kuptoja fare. Edhe i lutesha atyre, i thosha mirë leksionin, ta shoh edhe një herë si nuk e ndoqja dot çfarë tha profesori, nuk të jep herë fetoret. Dhe do më thënë janë ca gjëra që të ngelin pastaj. Kështu që vitet e para ishin shumë vështira dhe si shpëtova unë, se nuk kisha background, do të kisha ngel dhe problemi ishte që po mos kaloje provimet dhe po mos merrje notë mirë, nuk merrje dot bursën. Kështu që si shpëtova unë, në filozofi ka një pjesë që bën vetëm logjik. Dhe logjika është formale, është vetëm me shenja si matematik. Kështu që unë provimet e para kam bërë vetëm provime shkence, filozofie, shkence, matematike, logjike, do më thënë gjëra që ishin me numra, sepse ne këto i kishin bërë gjimnase, ishin lënë shumë që bëheshin mirë në Shqipëri shkencat. Kështu që ashtu pastaj fillova, avasha mora dorën dhe dola pastaj të këto tjerët. Kështu që arrita të mbaj notat, arrita të marr bursën, edhe me bursën kam bërë gjë. Dhe ku babi kishte ardhur? Jo, babi ishte në Shqipëri. Vazhdonte në Shqipëri. Mami shkonte vinte, mami punonte shpesh në Itali, sezonale, do më thonë, shkonte vinte se mami kishte lënë, ishte familja, ishte gjyshja, ishte vllai i vogël në gjimnaz. Kështu që neve, do më thonë, familja jonë u çlirua nga kjo pesha ekonomike kur unë mbarova punë me universitetin kur kisha marrë bursën e doktoratës, që në një farë mënyrë është siguri më shumë, se sa bursa o doktorata është 4 vjet, paguhet, pastaj ke një ideja që mbaron me doktoratën ta gjesh një punë, se zakonisht shumë pak njerëz që kanë bërë PhD dhe zgjen punë. Edhe u zgjidhen në çika ato hallet ekonomike. Dhe ishte ky momenti kur u njohë edhe me bashortin, ha? Këtu në doktorat, po. Jemi njoft në kurs gjermanishte, sepse ai bonte gjermanisht, konkurroi gjermanisht, dhe ai kishte qenë në Shqipëri para meje, dhe jepte mësim te Universiteti i New Yorkut në Tiranë, Gramos Pashko, në kishte marrë Gramosi, dhe unë bëjmë unë gjermanisht kisha përfunduar në një kurs që ishte më i avancuar se imi. Edhe s'mera vesh, më thënë kisha, ky ishte i avancuar, unë isha si më thënë lower intermediate, por nuk e di pse nga që unë lexoja mirë, se lexoja Kantin jo këto filozofinë gjermane dhe kisha dalë te ky kursi i avancuar dhe nuk kuptova asnjë gjë dhe më mend që vetëm gjë që kuptova është kur ky tha që unë kam kaluar verën te rruga Komuna e Parisit. Dhe unë aty kisha shpirë në Komuna e Parisit, po këtë ç'ne. Pastaj në 97 nuk është kjo ka qenë më vonë, kjo në 2001-shi. Prapë s'kishte edhe aq turistë në Shqipëri. Nuk shkonte domethënë njëri, kishte shumë pak që të takoje, thoshin, nuk është si tani që takon, thonë kam qenë në Shqipëri, kam qenë këtu, kam qenë aty. Ai ishte gjë e rrallë te kursi gjermanishtes, edhe po ti dash shumë çfarë bëra, pse shkove? Unë aty haja misra për ditë. Përballë komunës komunale bënte misra, çdo ditë. Po nuk ishim takuar te komuna, po kjo ishte ajo. Dhe jeni të dy të njëjtës fush pak a shumë, domethënë cili është profesioni? Ai bën shkenca politike dhe merret sidomos me Bashkimin Evropian, po merret më shumë nga ana empirike, unë kam më filozofike. Po të ngjashme, kemi bërë një libër bashkë, domethënë bëjmë edhe punë akademike bashkë. Si është punosh me burrin? Ti e di. Po se ne kemi punë artistike dhe domethënë puna jonë është edhe shumë qep, nuk është po. Jo, mirë, shumë mirë është. Ne mbajmë mend që kur shkruaj një libër nuk ishte fini akoma. Kemi kishte mbaruar doktoratën, secili nga ne kishte bërë një libër akademik dhe thanë provojmë të bëjmë një libër bashkë. Edhe bënim shaka, thoshim që njerëzit zakonisht kur duan të kenë fëmijë, marrin adoptojnë maca ose qen. Ne vendosim të shkruajmë një libër. Me librin bën debat, bën sherr, po nuk jam dakord për këtë, jam dakord se ka edhe puna, ku punon bashkë, nuk ose kemi zonë që të njëjta. Patjetër që ta bëjmë ta fusim këta autorës. Do marrim. Po. Sa vite keni martuar? Kemi gati 18.
Po mendonin të bëjmë një fest kur të 20 vjetorin. Kemi përdasur 100 vjeç, kemi bërë në Shqipëri. Keni bërë Shqipëri. Okej, dasëm kështu tradicionale shqiptare. Po. Ai është me çfarë si e ka? Me djegje shumë nga është me origjinë. Ai është nga vetë është lindur dhe rritur në Londër. Okej. Po mamin e ka nga Walesi, babi nga Cornwall. Okej. Më thonë anglez është. Ai erdhi. Jo, nuk është anglez. Ai erdhi me ato tjetër anglisht dhe tradicionale? Jo, ato erdhën, ai është familje shumë e vogël, është fëmijë vetëm dhe prindërit kanë të dy fëmijë vetëm. Edhe ishte e ke parasysh ke patë filmin Big Fat Greek Wedding? Of course. E kam preferuar. Një tortë vogël. Ishte ajo familja domethënë, me atë me hall, mami, babi, edhe kjo me një tortë vogël që vjen dhe dalin ato sulën 100 e sa që kërcejnë. Ishin ato tut besoj. Ka qenë kjo big for u knaqë, jo, kishim marrë dhe shoqëri, po ai kushurin, domethënë rreth fisët e kanë shumë të vogël, se nuk ka dhe prindërit janë fëmijë vetëm. Kështu që s'ka as taja, as tesa, as gjaja, as kushurin të parë, vetëm ato të. Po ka dashur një familje të madhe, tani keni një familje relativisht të madhe. Po, tani shoqëri na shqiptarë dhe kemi shtuar, kemi rritur demografinë, ne kemi ndihmuar nga ana demografike popullin anglez. Me 3 fëmijë që kanë ardhur të tre të në momentin e duhur të dëshiruar. Po, unë kam dashur gjithmonë fëmijët, edhe nuk doja që të prisja, sepse më kam pëlqyer gjithmonë, kam qenë shumë e lidhur, edhe kur kam qenë e vogël, punoja në fotografi në Durrës, kur isha adoleshente e ria, kaloja shumë kohë me, nuk e di, thotë be fotografa. Be fotografi politically incorrect. Jo, besoj që be fotografi. Jetimore, po be fotografash italisht? Jo, be fotografi dhe shik, po nuk e di se kanë ndryshuar gjëra, dhe me herë gjëra që fuhen, për shembull, që nuk marrin konotacion negativ. Nuk e di, më duket se fuhet akoma. Po gjithsesi, jetimore, edhe kaloja shumë kohë aty me bebat. Ria, domethënë merresh, ai edhe kisha qef fëmijët sa më të vegjël. Ato se kishte Krushi Kuq kishte një program që ndihmonte jetimoren, edhe çonte vullnetare, vajza, edhe vjen çfarë shkonin. Edhe rrinim aty, kalonim, luanim me fëmijët, i jepnim lexonim libra, ka qenë 19, s'kishte asnjë gjë, s'kishte nxirse, ishte, më thon kushte shumë. Edhe un kam qenë shumë e lidhur. Po aktivitet fantastik veç sa kur e vazhdon, ha? Mirë, po unë kishte gënjur mendja nga që kisha kaluar shumë kohë me këto bebet e jetimores, kur bëra nënt, unë do ta di shumë mirë se ça do bëjmë të. Po në fakt nuk e kupton se ajo sigur të vjen një që e ke kështu një flatmate që e ke dhe nuk i kanë marrë. E di. Si e ke përjetuar ti postpartumin? Unë me të parin jo mirë, të them të drejtën. Ndoshta edhe nga kjo, sepse unë mendova që do ta kisha shumë të lehtë, që do isha shumë e mirë, që të dija gjitha, do t'i bëja shumë mirë. A ke përjetuar si mungesë lirie? Kështu e kam përjetuar për veten kur më Jo, tash do jem më kurrë lirë. Kam pas shumë probleme me gjirin, edhe me qumshtin, edhe nuk doja që t'jepja shishe, nuk e di pse kisha këtë fiksim. Edhe ndoshta nga që mami më thoshte s'ka problem në ty, unë kam qenë premature. Edhe mami ka dhënë gjim, ka dhënë gjithmonë domethënë shishe. Edhe mami thoshte s'ka problem, dhe unë kisha, nuk e di pse më ishte bën fiksim që unë do ta bëj ndryshe. Se ndonjëherë krijon atë dinamika, konflikte me nënat sidomos, do zgjedhësh rrugë tjetër. Po ndërkohë kisha pas ishte me operacion i pari, edhe nuk ishte shumë e vështirë. Dhe jam lodhur, është doli pastaj. Se thoshim që nguj këmbë, ke parasysh? Nuk e di sa detaje duhet t'i jepet njerëzve në program, se si bëhet. Del qumshi në një moment caktuar, duhet ta kuptoni që qumshi del, ose në dorëzoni 3 ditë e parë, përgjithsisht tani gra dorëzohen. Jo, po s'kam qumësh, po s'ngopet, jo po. Unë me çfarë s'kam bë më mirë, ha, pi Fenol T, Finocchio, çajre Finol, ha, Finol, gjithë ditën Finol. Kam desë Erdhi qumshi. Po, erdhi, pastaj edhe shkoi mirë, edhe pastaj shkoi çdo gjë mirë. Kjo ishte vetëm operacioni, qumshti edhe fakti që tash nuk isha përgatitur për pagjumsinë, nuk doja të bëja ato gjëra që thonë që lëre çaj, s'ka problem, unë kisha teoritë mia që jo fëmia nuk duhet lënë qajin, duhet të shkosh, duhet të rrish. Sa e kuptuar kush të teorinë që lëre çaj, cried out, më duket një të hallë. Po ne me të parin ti edhe lexon. Tamam, edhe s'ka ndonjë gjë, ato pastaj rriten aq shpejt. Po janë ca gjëra që nuk e kupton njeriu kur është aty, edhe domethënë ja që je dizorientuar, kur je pastaj emigrant vetëm, nuk është sa ke rreth shumë. Fëmijët kanë në Angli, a? Në Angli, kur keni qenë atje. Bëj një pyetje filozofike. Po. Cili është sekreti një martese të suksesshme të gjatë 18 vjet? Ta lësh rahat tjetrin. Se mos të bjerë shumë qafë. Mos t'i qash kokën. Po, do t'i thuash të vërtetën gjithmonë. T'ja thuash të vërtetën? Po.
Domethënë, thuhet vërtet kur vjen puna për kritika, për kështu mos mbash, të kesh ti je sinqert. Edhe po këto të dy janë. Mos edhe kritika, kur mendon që nuk ketë kritika që mund ta mërzisë? Jo, nuk mërzit. Unë them, nuk e di, më shkaq edhe unë jam shumë të drejtë për drejtë me njëri tjetrin. Edhe mund të them që njerëzit që mërziten nga kritika e bashkëshortit janë ose është marrëdhënie e papjekur, ose janë ato të papjekur, ose ka diçka që nuk shkon, sepse nëse ti vërtet ke besim te një njerëz që ky mund të më thonë, ajo që thotë është e vërtetë, ose ajo që thotë për të mirën time, mund të ta ketë gabim, nuk është të thonë se ti opinionin gjithmonë duhet ta marrësh. Nuk ka pse të mërzitesh në këtë nivel. Se është si me mamin, po domethënë, me mami kur kritikon, nuk të do. Kështu që krijohet, nuk e di, po unë këtë teori kam. Po kam edhe teorinë që duhet edhe të, domethënë, mos bësh dhe gjëra të ndara, të lësh mos çash kokën. Ne kur udhtojmë, ose kur shkon ai për udhëtime për konferenca, unë po thjesht nuk dëgjoj fare në telefon. Nuk flisni? Fare. Po është punë vetë, unë jam punë time dhe është edhe kjo është shumë e mirë. Që po xheloza jeni? Unë për vete nuk jam fare, absolutisht. Si e ke qenë ndonjëherë apo s'ke qenë asnjëherë? Pra nuk është se e ke shëruar veten. Jo, nuk kam qenë, se po them që s'kam një gjë, dhe dashuria është pse po të ketë shumë njerëz që e duan, është okay. Jo, s'kam, domethënë unë e lidh xhelozinë me një lloj posesiviteti, edhe me një lloj ndjenje të pronësisë private, që unë nuk e kam as ke gjërat, as të ndjenjat, as të nuk e di, domethënë se fëmijët po të ketë shumë njerëz që duan fëmijët, pse duhet. Po, nëse ai do pastaj. Po mirë, ata do. Shumë mirë, po ti do gjithë bashkë, s'ka një gjë. Nuk e kuptoj, domethënë nuk kam, okay, kjo është muhabet tjetër i gjatë, kam teori. Jo, teoria të pëlqen shumë, thjesht duhet e vështirë për tu pranuar. Po të mësoje që për shembull të shoh që ka një histori tjetër, do dikë tjetër. Nuk e di. Nuk e di. S'ka ndo, nuk e di domethënë. Edhe nuk duhet, nuk di çfarë janë ato gjëra që nuk e, është si puna fëmijës, sikur janë atë situatë. E kupton, do ta njeh më shumë. E shikon, po, nuk e parashikon dot. Para se të lindesh, unë mendoja që do jem nën shumë e mirë edhe do bëj këtë gjëra, pastaj dola që isha prind, ndryshe nga sa e mendoja. Ndoshta edhe me këtë, po ti që testohesh, provon dhe zbulon gjërat vetë, si nuk i di që i ke. Po unë them me teori, me sa e njoh veten time, jo, nuk mërzitem. Nuk mërzitem. Love është për gjithë, dashuri është për gjithë, është për shpërndar. Ashtu duhet të jesh në fakt. S'duhet të jesh për vetë. Them që janë më shumë gjëra prone, nuk e di. Kam idenë që ca modele familjesh që kanë dalë dhe janë konsoliduar historikisht, janë më shumë çështje pasurisë, çështje prone. Domethënë njerëzit kanë eksperimentuar gjatë historisë lloj-lloj modelesh familjesh, marrëdhëniesh, rritjesh fëmijësh. Edhe nuk jam konservatore. Okej, je liberale. Në këtë aspekt. Çfarë e bën një nën të mirë, Lea, sipas teje? A ka do kishe ti 2-3 këshilla, receta për nënat e reja që po na ndjekin? Ani, unë këshilla nuk jap asnjëherë. Nuk jap asnjëriu. Po do të them çfarë mendoj unë, që kur kam qenë nën, kam menduar që kur shoh fëmijët se si përgjigjen, them që okay, kjo më duket se them që është që vetëm ti jesh aty gjithmonë, pa kushte. Edhe ndonjëherë, sidomos për nënat që janë në punë ose që kjo është shumë e vështirë, sepse nuk mund të jesh aty gjithkohon. Po unë them që fëmia e ndjen kur ti je. Edhe kur nuk je fizikisht. Po. Do të thonë ato e shohin e kuptojnë, edhe pastaj fëmijët në mosha të ndryshme kanë nevoja të ndryshme. Për shembull kur kanë qenë bebe, unë i merra gjithmonë me vete nëpër konferenca. Kisha dy sidomos 2 vjeçlit, ato ishin 18 muaj diferencë, dhe mamën kanë ndihmuar jashtëzakonisht, po edhe vinte dhe unë kisha gati njëri sapo kisha mbaruar gjithë, tjetra ishte e vogël, sapo kisha filluar. Kështu që i kisha ngjit praktikisht të dy. Edhe flinin me mua, ishin gjithkohon, do të thonë shumë të lidhur. Edhe i merja me vete dhe thosha nuk ka rëndësi se unë do jenë konferencë dhe folur, po ai e di që unë do dalë dhe do më shofi. Edhe nuk do më harroj. Edhe vija re që kur udhtoja dhe nuk mund t'i merja, të që 8-9 muajsh, ato bënë sikur nuk të njifnin. Bebe, pa e di, bajnë në. O si e kam përjetuar edhe vetë. Edhe aty e kuptova që për ato është e rëndësishme. Është e rëndësishme që ti jesh aty. Pastaj ti je i mirë, je i keq, je me nerva, vërtet mërzitesh. Edhe këtë kam dhe teori që fëmia po ta shohë që ti shpreh emocion, edhe kjo s'ka problem. Do të thonë, ndonjëherë shef që mami është mërzit, është stresuar. Nuk kemi pse ti trajtojmë fëmijët, ndoshta siç na kanë trajtuar pak prindrit tanë që mos të zihemi në sytë atyre, mos të flasim. Jo, mami, ato familje prindërit e mi edhe ziheshin, nuk e kishin domethënë. Unë them që mamat shqiptare kanë qenë në kushte shumë vështire, edhe kanë patur një lloj ashpërsie që e kanë të gjitha nënat shqiptare, sepse nga
puna e jashtëzakonshme, kërkesa. Po kushtet e vështira. Pa pelena. Pa pelena, gatimi. Prit për cilë, erdhi, do të shkojmë, na gjeti rëmuj. Edhe ato ishin boksu si generale. Mama qytetarë janë si generale ushtrie, që ti shkon, edhe prindet e mi kur vinë tani për shembull që janë me gjyshe, mama më thonë më shohin kështu. Ato nuk janë mësuar, me urdhra generale. Pastaj është edhe tjetra gjë që them unë me fëmijët është që duhet të zgjedhësh për çfarë do luftosh. Për shembull, për ca gjëra nuk ka problem, pse u bë pista, u bëre pisë, u rrëzove, u vrap. Sa na kanë për arma. Hoqë bluzën, veshë bluzën, shtofot, u hoqë bë me djerës. Ne jemi relaksuar nga kjo. Nuk e di, unë nga kjo anë jam shumë rehat. Pastaj janë ca gjëra që duhet di që me këto nuk toleron. Me çfarë nuk toleron ti me fëmijët? Me teknologjinë, si e keni? Me teknologjinë nuk tolerojnë. Nuk toleron. Unë në fakt jam pak më fleksibël, po im shoq fare nuk toleron. Edhe ai me të parën unë jo se s'ka ndonjë gjë, unë jam mësuar rria gjithmonë para televizorit edhe gjithë s'na gjeti gjë se pa televizor. Fakt nuk është një gjë televizori, mediat digjitale. Edhe ai më thoshte që më qenë fillim që me të parën që jo, mos e lër të Peppa Pig ishte në debate. Po, pastaj me të dytë të bëra më strikte. Edhe kjo ishte një gjë sepse zakonisht që ti duhet të jesh konsistent. Kur je me të parën që je fleksibël, duhet të jesh edhe me tjerë. Do dy tjerëve kur erdhi puna thashë shikon Marbien kanë bërë shumë gabim. Ne kemi marrë iPadin kur ka qenë 10 vjeç, dhe ky ka qenë thash gabim më i madh i jetës sime. E dytë sa po bëri 10 vjeç dhe thamë mora e pa, jo, se mami dhe babi tha që ky ka qenë gabim më i madh i jetës sime. I shkreti. Që me teknologjinë, po me gjitha thekna po aty, ose nuk është komplet policë. Po, unë kam vënë re, se edhe unë kam dashur shumë që ti jem kaq strikte sa ti, nuk ja kam dalë dot. Sepse një nga gjërat që mua për shembull Joni më thot, është që unë ndihem i bullizuar në shkollë, nëse nuk kam iPad. Të gjithë shokët e mi kanë parë një serial që unë nuk e shoh atë serialin, pra e shikoj që po ndjej si i përjashtuar dhe po e vuante dhe po mërzitej dhe thash, atë gjej një rrugë mesme që të kemi më pak screen time, po mos jetë tërësisht izoluar. Po e mirë, pranojnë ato screen time, se pastaj është edhe me temperament fëmijë. Për shembull, Ari ne kishim këtë teori që okay, e lëm dhe ka screen time. I dyti është komplet natyrë tjetër, ai nuk e njeh screen time. Ai është thjesht all or nothing, ëh? Po, është all or nothing. Dhe ai është më i lirë, do të thonë është çlirohet kur i thua që nuk ka mundësi. Fare, sot zero. Paktën e di thot. Se di është tamam më fund. Nuk ka rri kurrë me 3 fëmijë dhe të 3 fëmijët janë ndryshe. I madhe njëherë, unë i thash, mirë këtu e palë se kishin marrë një gjotime, edhe po shikonin të 3, edhe po kishin shumë kohë që shifnin. Se edhe në kësë ti mund t'jesh strikt, pastaj edhe që donë. E mirë edhe u bërtita unë në nxefa, mirë, këtu, këtë madhe janë byllë iku në dhomë vetë. Ky dyti fillet që janë nuk ka përshuat e ditë, deri nuk e di kur erdhi ora për të fjetur. Erdhi, ishte ora 5 mas dite, 6, 7, 8, ai vazhdonte. Kurse goca e vogla, kur ja mora pa, unë nuk desha ta shifja fare. Komplet tip tjetër ajo. Goca si ka ardhur pas 2 çunave surprise, siç na vjen zakonisht. O surprizë e bukur, a? Ti do një mash shumë mirë. Po, jo nuk, sa fëmijët, pastaj çfarë tjetër, pa mirë, secili ka ato gjërat e veta. Po. A ndjen që ka një lidhje ndryshe një nën me një vajzë? Po, patjetër. E ka patjetër, po është edhe mendoj që do bëhet e vështirë kur t'jetë adoleshente. Sepse kam përshtypjen që në adoleshencë ndryshon marrëdhënia e vajzave dhe nënave. Pra nuk do ta kemi më këtë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, pastaj ndoshta rekuperon. Po them që unë mbaj mend edhe adoleshent, po jo edhe nga ato që dëgjoj historitë e shoqeve të mia. Unë kam djalin tani adoleshent dhe me djalin shkoj shumë mirë, është adoleshent, po është shumë i mirë. Edhe kam shok. Edhe është më shumë e bukur, është një zbulim që të kesh një tjetër. Pra, po më qetëson se të gjithë janë, do vi adoleshenca, do çmendesh, do vi adoleshenca. Nuk e di, ndoshta kemi pasur fat në më të madhe, të tjerët nuk kanë provuar, se varet është me fëmijë, tash i dytë është komplet temperament tjetër. Kështu që ndoshta po jo, është përkundër, për mua ka qenë sikur vjen njëri tjetër në shtëpi, sepse rritet dhe fillon mund të kesh debate filozofike, lexon libra, diskuton filma, shkon shef një koncert. Po, domethënë kështu që është shumë qef. Ola, të thash, mua ka ardhur zoj në jetën time, vajza pra, kur kam qenë në kulmin e punës, dhe edhe në
kulmin e shumë ngjarjeve që më kishin lodhur emocionalisht, edhe kisha shumë nevojë që më në fund do hiqja gjirin diellit mbas një viti, edhe kisha programuar një udhtim të largët në Amerikë, do rija me Edin ca ditë për qef, edhe më në fund do qetësohesha nga puna, do qetësohesha gjithashtu e gjithë këto. Dhe pastaj zbuloj që isha shtatzanë dhe më dua ta them këtë se ajo do rritet edhe do ta shikoj programe, s'dua që të mërzitet, po në atë kohë ishte një shok. Edhe e kam dënuar veten se u mërzita, po ishte shumë, më erdhi shumë natyrshëm, ishte shumë genuine pastaj kjo mërzia që nuk isha gati për një film tjetër aq shpejt. Dhe një nga gjërat, një nga pikpyetjet që kisha isha që po si do t'ja bëj me punën dhe me pasionet e mia dhe me dy fëmijët e tjerë dhe me gjitha këto sipërmarrje që unë i kisha marrë ndërkohë. E pastaj për çudi u bën të gjitha. Bëhen të gjitha punët pastaj. A të ndodhe edhe ty kjo apo ke momente kur thua që ndoshta po i marr shumë kohë, shumë tepër kohë se ç'do duhet i jepja fëmijëve nga puna, apo po i marr kohë punës duke ndonjëherë me fëmijët, nuk kisha bërë shumë tepër gjëra. Po, ti kohën e merr, edhe po është vërtet do kishte bërë më shumë tepër gjëra me ato, po të kishte bërë më pak punë. Po nga ana tjetër unë them që e vetmja kohë që është kohë e harxuar komplet kot, është koha që dihesh fajtar. E bëra mirë, e bëra keq. Nuk kjo është kohë komplet kot, sepse kjo është jeta jote, ka mama që zgjedhin që të jenë më afër me fëmijët dhe nuk punojnë. Ato kanë bërë zgjedhjet e veta, kanë mama që zgjedhin mos kenë fëmijë fare sepse duan vetëm të punojnë, edhe ato kanë bërë zgjedhjet e veta. Unë nuk mendoj që duhet gjykuar, por në momentin që ti vendos se do t'i ekuilibrosh, e vetmja gjë që është komplet kot, waste of time, se ti e ke bërë këtë vendim. Është trisht mendosh çfarë bëra, unë ndjeva keq ose për shembull mua më ndodh shpesh që ka nana kur shkon në shkollë që çon fëmijët që ato nuk bëjnë asnjë gjë tjetër. Dhe ndoshta ndonjëherë nga ky frustrimi që janë, sepse edhe ato kanë i mendon diçka. Edhe të bëjnë pastaj ty që ti bëre ditëlindjen e planifikove kaq kohë përpara për shkak të ditëlindjes ose ja çove këtij. Ka shumë gjëra që nuk i bëjnë. Shkojnë kalamajt për ekskursion në shkollë, një ditë ka harruar të japësh për shembull atë sanduiçin me vete. Edhe ky rrethi i peer pressure që të thotë që shikon se ti nuk je dash nënë e mirë, shikon sa nënë e mirë që jam, shikon sa ime si ka çorapet akull dhe kputucët akull çdo ditë dhe goca jote erdhi dhe i kam me baj. Po them për një shemb. Dhe kjo unë e kuptova që kjo ishte komplet humbje kohe. Domethënë vetëm ky mendimi edhe këto rrafët që ti bëje në kokë që shkon andej, bëra këtë e shkohet, ajo është ato është puna atij që merr një vendim politik, ti e ke marrë vendimin tash ta ndjesh. Mos nuk është akot që trisht, po sikur ta kisha bërë kështu, po sikur ta bëra ashtu, po të dëgjoj tillë, po të dëgjoj atë. E ke mbyllur me fëmijët? Kam mbyllur natyra me mua, unë për veten time për shpirt. Do kishe bërë edhe një ditë shumë. Do kishe bërë shumë. Se unë i kam shumë qef. Lea, ne këto ta fusim pak në furrë. Shumë mirë. Ku e kam lënë këtë. Po limon nuk e hodhe fare tekst? Jo, e di që nuk i hodhe. Megjithëse domate me limon. A do që t'jeni pak limon, ose do në qëtësat? Okej, dhe ne ndërkohë dalim dhe bëjmë një bisedë pak më të qetë, larg fëmijëve dhe mamave dhe gjëra afër librave dhe librit tënd të ri, të poshtëruar, Indignity, që është në të gjitha librarit në Shqipëri, por gjithashtu edhe në sa vende të botës për momentin. Jo, 22 gjuhë janë që do përkthehet, por tani nuk e di se ku ka dalë akoma. Ka dalë akoma nuk ka dalë të gjitha. Po ka dalë një, besoj një 10 duhet kanë dalë. Okej. Sa krenare duhet jesh? Jo, unë shoh për para, unë kam edhe në libra që po bëj tani, nuk. Për ti do më tregosh se jam shumë kurioze. Ky iku, domethënë unë rri. Domethënë tani është libri ti the kur ke ikur në ajo është koha kur ke ikur në Itali, pra tani është pak më afrohemi më shumë ditëve tona. Okej, mirë. Shumë mirë. Hajde, ikim atëherë. Lea, ke patur si këto në shtëpi? Po, një version të tillë. Ka pa divanin, ka qenë një divan që ishte me kokë. Me kokë, divan me kokë. Ka futesh në gjë. Çfarë fusnin ju te kokë? Shtizat, gjysmë më bën të shtiza, edhe aty fusnin ato. Çfarë ndjesie të krijon kur shikon orendi, objekte të kohës komuniste? Është vetëm gjë që më krijon ndjesi për vetësimi, sepse unë dua të bëj shtëpinë durrës, se e kam akoma, edhe shtëpinë time që jam rritur, edhe kam shumë qejf që ta bëj siç ka qenë. Dua ta kthej siç ka qenë fiks, po. Po nuk i kam gjërat, do të thënë sa gjëra i kemi, sa gjëra i kam mami, bufen, tëra nuk i kam dhe duhet i plotësoj. Dhe kur i shoh, kam kështu që them do pyes ku e kanë marrë. Po pse do ta ndërtosh si atëherë? Ke nostalgji? Ka qenë një kohë lumtur për ty? Fëmijëria, po, ka qenë një kohë lumtur. Unë tani nuk e di shko.
në qoftë se nuk janë familje abuzive me trauma, unë them që fëmijëria për gjithë është ka e lumtur. Është e lumtur edhe për një gjë shumë të thjeshtë, ti je më larg vdekjes kur je fëmijë sesa kur je në moshën që je. Domethënë jeta vjen duke u afruar fundit dhe kur je aq i vogël çdo gjë është e re, çdo gjë zbulohet, njeriu formohet, edhe është ajo hapësira e mundësive të pakufishme në një farë mënyrë. Megjithëse në Shqipërinë ku jam rritur unë nuk ka qenë hapësira e mundësive të pakufishme, por për një fëmijë ai ashtu e percepton botën. Dhe nga këndvështrimi i fëmijës, ne kemi pasur shumë liri, luanim në rrugë, shkonim shkollë vetë, gjëra që s'u lëm fëmijës. Prindërit na linin, kishim kohë, mërziteshim dhe duhet ta plotësoje vetë atë kohën që mërzitesh, nuk ishte si tani që mërzitesh dhe prindi tholla po mërzit fëmijën se nuk do të bëj. Po ndoshta na bëri kreativ kjo. Them që unë për veten time ka pasur një rol shumë të rëndësishëm te librat që më ka shtyrë, sepse kjo më bënte që të lexoje mërzitesh edhe libër. Edhe kjo fillon fantazinë, pastaj hyn në një botë komplet tjetër, fillon të ke interes për botë të tjera, se nëpërmjet librave njeh vende të tjera, njeh kultura të tjera. Edhe po kjo është pikpamja e fëmijës, sepse unë kuptoj shumë mirë edhe njerëzit që thonë që shiko ti ke këtë kujtim, po në fakt për shumë njerëz dhe për prindërit e mi ka qenë një periudhë të tmerrshme që dhe kanë lënë pas dhe kanë çliruar, kurse them që fëmia ka perceptim komplet tjetër të lirisë nga i rrituri. Dhe ajo që ka qenë gjëja më shqetësuese për të rriturit në komunizëm që ishte censura, mendimit politik për një fëmijë që nuk ka mendim politik, sepse fëmia nuk e zhvillon atë mendim deri kur bëhet adoleshent, fillon që ke interes për shoqërinë, për fëmijën unë mbaj mend që pyetja ime ajo të merri frika më e madhe ishte kafshon ky qen apo nuk kafshon ky qen, sepse më kishte kafshuar një herë një qen dhe kisha bërë 10 tetanoze, nuk doja t'i bëja prapë. Edhe kjo domethënë ose këto gjëra më lënë të luaj, nuk më lënë të luaj, po ka qenë një botë e mbrojtur në një farë mënyre. Kështu që kur nuk e ke këtë mungesën e lirisë politike, ky kontekst është normal që të mbahet mend me këtë nostalgji që e mbaj mend unë si fëmijë. Mua një nga gjërat që më shqetëson në Tiranë është se ka shumë pak, për të mos thënë pothuajse fare, vende ku ti mund të ritakohesh me të shkuarën dhe me kohën e komunizmit. Një ditë doja t'ja shpjegoja djalit tim, Jonit, kanë kaluar 2-3 vjet, se çfarë është komunizmi, edhe se si kanë jetuar njerëzit në atë kohë, si kanë jetuar gjyshrit e tij, prindërit e tij, dhe nuk ishte. Dhe a mendon se si do kishte ndikuar nëse do të kishim patur një muze, do kishim patur, janë këto objektet e vogla, bunkarti, shtëpia me gjethe, por prap mua më duken pak të frikshme për fëmijët. Ndoshta kemi nevojë për një muze pak më. Po unë këtë doja të bëja të shpejme në Durrës. Këtë kisha idenë që të krijoja një si shtëpi të vogël, po për treguar fëmijërinë në komunizëm. Unë si jetonin fëmijët dhe bile kisha idenë që do vizatoj rrëvijat jashtë, ose do vë lodrat, ose ca gjëra, me kemi pas shumë pak lodra, ca kukulla që rrinin nëpër krevate, nëse ke parasysh. Po, edhe doja të krijoja, ajo shpjegimi është shumë e vogël, por ideja që kisha dhe nuk e dija do të arrijë, se s'kam të shumë kohë që të merrem me këtë projekt, por dëshira ime ishte që të krijoja përditshmërinë, edhe sigurisht që edhe pjesët politike, sepse ato hynë duke treguar përditshmërinë, ti tregon edhe politike, sepse duke treguar që ke vetëm një kukull dhe nuk ke 7 rresha me kukulla. Kuptohet që ky fëmijë është rritur me privime që nuk i njohin fëmijët, edhe kjo është interesante për fëmijët e sotëm që ta shohin që shiko se nuk ose pse duhet i kesh gjitha, ose nuk ose duhet të kesh kaq shumë rroba ose kaq shumë. Uroj shumë ta bësh, se në libra ti po e tregon. Praktikisht e ke treguar edhe besoj që do vazhdosh ta tregosh edhe në librat e tjerë. Nuk e di se çfarë tani ke. E ke mbyllur me kohën e komunizmit? Po, se kam mbyllur. Nuk e di, ndoshta një herë mund të tregoj një brez tjetër po ndoshta nuk do ta bëj me historinë e familjes, po të bëj një roman, mund të bëj për një periudhë që këtë periudhë nuk e kam treguar, domethënë midis un kam treguar 8 vjetën edhe deri në 46-ën me këtë librin e dytë. Po. Periudhën midis 46-s dhe 8 vjetës nuk e kam treguar. Që fakt është periudha më e egër. Edhe më e gjatë. Sepse edhe janë ato periudha të kalimeve jo nga influenca sovjetike, te influenca kineze, pastaj te izolimi plot, dhe këto kanë patur dhe fazat e komunizmit në Shqipëri, paktën kur bisedoj me mamin, kanë qenë sistemi hapej ose mbyllej në varësi të aleancave me vendet e tjera. Për shembull, gjatë periudhës Bashkimit Sovjetik, mami tregon që ishte më e hapur Shqipëria se sa ku bë kur ishte revolucioni kulturor, për shembull. Edhe gjithë kanë këtë përvojë që duke ndryshuar aleancat edhe kjo është janë gjëra që janë interesante ti përshkruar, sepse për ato që vinë më vonë, sa më shumë bardhëzi që të tregohet historia, aq më pak e kuptojnë. Kështu që duhet
që të kesh sa më shumë të tregime të detajuara dhe nga këndvështrime të ndryshme që ta mbulash më ka shumë këtë periudhë. Po bukur do jetë në qoftë se do ta bësh realisht të shtëpi për ta vizituar, siç vizitojmë Muzeun e Pafajësisë, nuk e di nëse ke qenë në Stamboll tek Orhan Pamuk. Po, librin s'kam qenë, por kam shumë qejf atë. Ai libër është fantastika. Bukur edhe mua pëlqen shumë. Është një nga të preferuar. Edhe unë një nga të preferuar. Nuk ka him më të bukur besoj për Stambollin. Shumë e bukur. Edhe ka këtë idenë e objekt. Edhe në fakt edhe unë pata një pak frymëzim te kjo. Që ta dha, domethënë që ta kujtua, sepse unë kur mendova për shtëpinë në Durrës, kishte shumë turistë që shkonin me librin, me free. Po në fakt ajo shtëpia tani është gati si rrononjë arkeologjike, sepse nuk është kujdesur njeri, është lënë aty, mami ka lëvizur është në plazh dhe nuk mirë po unë nuk doja që të prishte. Çdo gjë referozu ose është prishur ose po prishet. Edhe ne kemi patur gjatë gjithë viteve, ajo shtëpia që është tani ka qenë emër gjyshes dhe më ka mbetur mua, edhe kemi patur oferta për ta shitur, për ta dhënë për të zhvilluar kështu, dhe ndërkohë gjithë të tjerët janë ndërtuar kullat rreth rrotullt, dhe unë dua që të rri kjo shtëpi ashtu se s'ka qenë, dhe ndoshta një ditë do jetë vetëm ajo në Durrës se ka ngel nga ajo periudhë. Dhe është e rëndësishme, a mendon që është rëndësishme që të ruajmë objekte, kujtime? Sigurisht normal, sepse ti nuk tregon tendencë që duan të historinë. fshin atë pjesë historisë që i ka lënduar shumë njerëz. Jo, po shiko, ajo është e rëndësishme edhe unë këto qase e kam sepse ky është një debat shumë i madh është edhe jashtë. Këtu flitet për statujat, ti e di është gjithë kjo cancel culture, që çfarë do t'i bëjmë për shembull kur kemi statuja personazheve problematik ose që janë zbuluar që të jenë problematik, duhet ta heqim statujën apo jo. Dhe unë them që historia ngrihet me shtresa dhe tregohet nëpërmjet stresave. Duke treguar stresat të tregon historinë. Pavarësisht se ajo është e dhimbshme, ajo dhimbja duhet treguar, nuk shkatërrohet, domethënë nuk i vihet kazma edhe statujës, që unë kam këto debate gjithmonë me miqtë e mi që edhe të majt në Londër që thonë që jo, ne duhet ta heqim, ose unë them që duhet ta lësh ta shpjegosh, ose duhet të shtosh diçka, ose duhet të japësh një shpjegim tjetër, po kjo qasje që ti rënon për të hequr dhimbjen, sepse ajo dhimbja ty prapë të ngel, dhe të merr një formë tjetër dhe del në një formë tjetër, kështu që një nga arsyet që duhet arti dhe duhen që ruajmë kujtesën në këtë formë është pikërisht që na lejojë që nëpërmjet kësaj ne të zhvillojmë këto debate dhe t'i hapim, jo t'i mbyllim dhe t'i marrim me vetë dhe të themi ok, mbaruan punën e të kaluarën. Lea, ti ke 2 pasaporta. Një pasaportë shqiptare dhe një pasaportë angleze. Nëse do të vinte dikush përpara një zgjedhje. Shiko, në Itali nuk kam pasaport, po kam jetuar shumë gjatë. Vendi që ku jam jetuar më shumë nga të tre këto, Italia, Britania dhe Shqipëria, është prapë Shqipëria. Më thonë, kam kaluar shumë kohë në Shqipëri, e këtë po bëja këto llogaria. Kam jetuar unë tani më shumë jashtë Shqipërisë se kam jetuar brenda Shqipërisë dhe jam akoma në fazën që kam jetuar më shumë në Shqipëri. Kështu që besoj që lidhjen më të fortë e kam akoma me Shqipërinë. Prandaj u përlot edhe u preke tek çmimi që morë para ca kohë. Po, edhe dija që të përlotesha. Thash unë, më thonë, mora këtë honoris causa nga Universiteti i Durrësit dhe nuk më ka ndodhur asnjëherë në asnjë çmim, sado i rëndësishëm që të ishte kudo që të isha. Kam marrë çmime letrare, çmime akademike, që të mua është rrethur sherpiku. Po u preka sepse ishte gjithë jeta ime, gjithë fëmijëria ime, ishin gjithë ato, pastaj nuk ishte vetëm e imja, ishin gjithë mësuesit e mi, ishin prindërit, ishte netot pa gjumë të gjyshes, ishin gjithë këshillat, gjithë kujtesat, dhe ti kthehesh në një vend dhe aty nëpërmjet vendit të kthehet jeta. Më tham që është shumë normale që të prekesh, kështu që nuk e dija që do prekësh, edhe i thash edhe tim shoqe, kur e mora çmimin, më thash shiko, duhet bësh një fjalim 5 minuta, i thash, bon, nuk do ta bëj dot këtë fjalim pa qarë. Edhe ashtu ndodhi, nuk e mbaja dot lotët, vërtet. Besoj se është normale, nuk e di. Si duket ty Shqipëria sa herë vjen? Shikon të ndryshimet, besoj, kullat edhe janë. Po, është gjithmonë më e ndryshme dhe është gjithmonë një vend tjetër nga një vend që kam jetuar unë. Po, sepse vendi që kam jetuar unë, Shqipëria që kam jetuar unë, është një vend i ngrirë në kohë. Dhe ka ngrirë në 97-ën. Tani në 97-ën Shqipëria nuk ose ishte në një vend i bukur, se unë kam lënë me gjithmonë më kujtohet kur momenti që jam larguar me tragedë në 97-ën dhe aty unë lija zjarr dhe më kujtoi lufta e Trojës, thosha ja po ikën kjo Odisea me anije dhe po bën domethënë ishte luftë, ishte vend shkatërrimi. Por ishte vendi im, nuk kisha patur vend tjetër për deri ato 18 vjet. Kështu që tani që kthehem, njeriu sigurisht shkëputet, krijon jetë, krijon kujtime, krijon lidhje të tjera, miqësi të tjera në vende të tjera, edhe ky
ky ka ngelur si kapsul, si time capsule, si kapsul kohore aty. Edhe sigurisht që Shqipëria që kthehem unë tani, kur kthehem dhe kur ka ndryshuar, edhe kur janë gjëra të bukura, edhe kur nuk janë gjëra të bukura, është ton tjetër. Edhe unë e shoh me sy tjetër, është më thënë je shumë i shkëputur prapë se prapë. A do kishe jetuar dot këtu? Nuk e di, është putje vështirë, nuk e di, ka gjëra që më merr malli shumë, kur kthehem dhe më kujtohen dhe them që ja, këto janë gjëra që më mungojnë. Pastaj ka gjëra që kthehem dhe them nuk po punoj dot mirë, edhe nga që nuk e di, domethënë pjesët e punës gjithmonë i kam patur jashtë Shqipërisë, se di se sa mirë, ndoshta kjo është pyetja kryesore që kam, sa mirë do punoja këtu. Po, nga ana tjetër për një shkrimtar, Shqipëria është vend shumë interesant, sepse ka lloj dalin, ti shikon lajmet. Më thotë Edi, si artiste është shumë interesant. Është vend shumë interesant, po ka shumë kontradikta, ka shumë nuanca, ka shpirt që del në forma të ndryshme, në vende të ndryshme dhe është shumë interesante nga ana krijuese. Për shembull, nuk e di, një shembull, kot Budalla, apo para 1-2 vjetën bëjmë mend që siç lexoja një lajm që është arratisur një majmun në Saran, dhe ai ishte majmuna, nuk e di çfarë ishte një kap zoologjik, po ishte që qarkullonte në qytet. Edhe unë të gjëra nuk ndodhin në Londër, që ti ki luani nga kopshti. Edhe pastaj kështu kemi për ditë. Shikoj, nuk është vetëm fenomeni luani që ikën nga kopshti, por edhe fenomeni se si reagojnë njerëzit. Fenomeni. Olea, po ti sa qëndron në Tiranë kur vjen? Pra ti e ndjen rëndesën e trafikut. A kupton një lloj agresiviteti që ka, sidomos tek të rinjt? Ke parë lajmet, pika nëpër shkolla? Po çfarë bën Shqipërinë ndryshe në mënyrën se si ne flasim për këto probleme. Dhe ndoshta ndonjëherë them që këtu disa probleme janë më keq sepse janë probleme të gjithëve, po që këtu janë më keq sepse ka më pak amortizator shoqërie. Për shembull nuk ke shtet social të zhvilluar. Kështu që sigurisht që ne kemi të njëjtat probleme të botës globalizuar, po disa nga këto probleme shfaqen dhe janë më dramatike se sa problemet e tjera. Por nga ana tjetër kemi të gjëra që nuk i ka atje, për shembull unë nuk kam mamin ose nuk kam shoqen ose nuk kam sikur kam njeri, nuk ka komunitet. Dhe kjo më mungon shumë. Kur vi këtu për shkak fakti që ti mund shkosh dhe ke fëmijën dhe i thuj komshies më mbaj pak. Kjo nuk ekziston, ne nuk e njohim fare kush është komshiu. Mami më ka njoft kur ka ardhur në Londër, se ajo erdhi dhe donte ta njifte komshiun. Po, ju duk shumë normale. Kisha dhënë një herë Hanën që në vajzën që po e mbante, ka qenë 8 muaj dhe shkoi mami kur erdhi, mami nuk ishte aty. Jo, mami ishte aty, Hana nuk ishte aty. Po shumë kush e kanë dhënë natyrë, tha po e majnë se janë shumë të mirë. Ose një fare ato kush ishin. Mami! Jo, ato ishin familje me fëmijë, ishin një familje refugjatësh nga Somalia dhe janë shumë të mirë dhe prej asaj kohe, ne u miqësuam ato, edhe atyre mungonte që nuk kishin komshi në Londër. Kështu që ato kanë shumë bile, ato kanë 8 fëmijë. 8 i kanë aty, 5 i kanë në Somali, janë familje madhe. Edhe ndaj murin, tash fëmijët ka përcejnë murin dhe shkojnë nga janë miqësuar, po edhe aty u bose beb mami që erdhi nga Londra, nga Shqipëria në Londër, dhe që ndërhyrë. Kështu që ka sa gjëra këtu të shoqërisë që më mungojnë, që janë edhe të bukura. Si duket kjo situata politike për momentin në Shqipëri? Kemi një kryetar bashkie në Burg. Për tash këtë pasiguri ne, po të thosha unë isha në Amerikë para 2 muajsh, edhe atje nuk dija të shkoja mos shkoja. Edhe një nga arsyet që nuk dija ishte që unë kam folur shumë për gjëra që kanë lidhje me të majtën në botë etj dhe më thanë që shiko, po të kesh bërë tweete për mos shko në mos nis fare, mos shko në Amerikë, se nuk do të lënë të hysh. Edhe unë për herë të parë në jetën time mendova që unë të shkoj apo mos shkoj në SBA, sepse kam thënë ca gjëra dhe ti mendon SBA është perandoria e lirisë. Dhe ti je një intelektual nga Londra, në London School of Economics, si do shkoj të japë mësim në Berkeley, që është prap Ivy League University, dhe po mendon atë nisëm mos nisëm se çka kam bërë tweet. Dhe kjo mu duk kthim, domethënë tamam në çfarë mungesë lirie dhe jo, dhe megjithatë, kur shkova aty pastaj edhe prandaj po bëj këtë krahasim në Shqipërinë, kur shkova aty prap njerëzit mu dukon sikur jetonin normalisht, sikur s'kishte pa, ndërkohë që bonin këto debate rrethat intelektuale, thoshin që shiko, këtu është bërë fashizëm, kështu ato jetën e vazhdonin normale. Kurse në Shqipëri? Po nuk e di, këtu është, domethënë, gjithë kanë merren me shumë pasion me gjëra që për mendimin tim janë, domethënë, hyri ky, doli ky, merr me tash theme për politikanët. Dhe nuk shohin kush është trendi i shoqërisë. Domethënë nuk arsyeton njëri që kush është ndryshimi midis një vizioni të shoqërisë dhe një vizioni tjetër. Për shembull, për mendimin tim fakti që këtu flitet do hyjmë në Europë, nuk do hyjmë në Europë. Dhe
nuk e di asnjëri se çfarë do të thotë të hysh në Europë. Çfarë do të thotë për Shqipërinë? Kush janë kushtet që i kërkon Shqipërisë të plotësojë për të hyrë në Europë? Çfarë ligjesh po aprovon Shqipëria? Çfarë duhet të thotë po Europës? Çfarë kompromisash po bën? Çfarë po sakrifikon nga kuadri vet ligjor? Që kjo është një ndryshim shumë thelbësor për shtetin. Nuk është gjë e vogël të hysh në Europë. Është shumë e mirë për ne, unë jam në favor të hyrjes në Europë. All things considered, kur thuhet, domethënë kur i ke thënë të gjitha, kam kritikat e mia, mendoj që është proces pozitiv, mendoj që është proces edhe që e bën shoqërinë nga ana e përplasjes së ideve apatike, sepse këtu krijohet një horizont që do hym ose s'do hym, dhe asnjëri nuk flitet më për me çfarë si do hysh. Për shembull, mbaj mend, kjo ishte një gjë që më shqetësoi kur u bë fushata elektorale, këtu nuk pati program. Askush, asnjë parti. Nuk e di pash ca propozime i pash nga PD-ja, nga PS-ja s'kishte fare program, se unë e kërkova dhe nuk më rezultoi që të kishte program politik. As program dhe as debat politik, apo që nuk ishte asnjë studio televizive me të dyja forcat. Asnjë përplasje, merr ndryshime, çfarë politikash ke ti si parti e majt, dhe çfarë politikash ke ti si parti e djathtë, dhe çfarë vizioni ke ti, okay, do hym në Europë. Si duhet të jetë Europa? Çfarë do kontribuojmë në Europë? Tani, kjo më duket shumë më shqetësuese për një debat dhe për një shoqëri, se sa hyri ky dhe doli ky, mori ky kaq çanta, hangri ky kaq buk, nuk e di domethënë. Piu kaq verë, vera 7.000 euro. Nuk e di se çfarë janë, se nuk i hy në detaj, se vetëm i shoh pak titujt, po më mërziten. Më shqetëson shumë sepse më duket se këtu po bëhet një lëvizje jashtëzakonisht, ne do të ndryshojmë statusin e vendit. Ti je një vend sovran, dhe nuk do hysh me një kontekst që nuk e ka. Pa nuk e bëjmë pak me çdo gjë në çdo fushë në këtë gjë, edhe me letërsinë. Në vend që të diskutojmë librin, diskutojmë se ku shkoi te promovimi. Në vend që të diskutojmë mendimin e Leas, shohim se si rri ky pellushi. Po unë nuk dua të gjykoj, nuk dua ta gjykoj, dua ta kuptoj pse ndodh dhe këtë që mendoj është ka interesa mediatike që nuk duhet që të flitet për gjërat që me vërtet ndryshojnë shoqërinë dhe flitet vetëm për gjëra, sepse kur ti flet vetëm për individët, kur ky individ ikën dhe vjen një njeri tjetër, është si puna e debatit që për kujtesën historike. Kur ti çdo gjë redukton tek personi, erdhi ky, iku ai, nuk e kupton fenomenin. Dhe fenomeni përsëritet kushdo person që tjetë aty. Për shembull, korrupsioni në shoqëri të blera nga tregu është një fenomen që është shumë i përhapur dhe njihet kudo. Dhe unë nuk mendoj që problemi i korrupsionit në Shqipëri zgjidhet me një individ, me arrestimin ose mos arrestimin e një individ. Se mbaroj, nëse e fut në Nuk mbaron korrupsion, sepse nëse tendenca e tregut dhe e kapitalit është të blej politikën, ato do vazhdojnë ta kenë atë tendencë. Dhe politikanët do vazhdojnë të shiten. Tani, çfarë mos zgjidh, kush e zgjidh, si zgjidhet ky problem? Duke shkuar filani ose fistoku në burg dhe duke mos shkuar filani ose fistoku, nuk është problem që zgjidhet me individin. Dhe kur vetëm kjo diskutohet, unë them, mos ndoshta këtu nuk duhet, më thënë, është krijuar një klim që flitet për këto gjëra pikërisht sepse dikujt intereson, se nuk intereson dikujt, po sepse kështu vazhdon shoqëria, kështu riprodhohet, kështu njerëzit nuk i bëjnë ato kritika që duhet i bëjnë që vërtet të ndryshojnë. Edhe në Europë është një njëjta gjë. Europa në Shqipëri paraqitet si një blok shumë i suksesshëm, shumë i fuqishëm, që ne do na zgjidhë, do jetë parajsa në të cilën do zgjidhen gjithë problemet e shqiptarëve. Tani ne e dim shumë mirë që Europa nuk është kështu. As e parë nga vendet europiane, po edhe kur shikon për shumë eksperiencën e Greqisë. Greqia në vitin 2008, kur ishte kriza 2008-2009, ka hequr të zite ullirit me Europën. Ka patur konflikte, është krijuar padrejtësi sociale, është rritur varfëria, domethënë ka hyrë në një konflikt për shkak të rregullave që kishte zbatuar fal hyrjes në Europë. Kjo nuk ishte një fenomen që ishte, tani këtu do bëhet një krizë financiare në Europë, sepse këto janë kriza dhe ciklike që kthehen. Si do të përballojë Shqipëria këtë? Çfarë kapaciteti ka për të janë gjitha debate që janë shumë më të rëndësishme se sa debati hyri filani apo s'hyri filani dhe është ky vaku dorëheqës se unë e kuptoj shumë mirë që për ato që janë këtu, këto janë edhe thonë çështje shumë të rëndësishme. Dhe nuk dua të hyj sepse nuk e njoh, kështu që duke mos pas ekspertizën nuk flas dot për raste specifike. Por më duket shumë shqetësuese që është vetëm kjo. Nuk them që nuk duhet të jetë këtë, nuk them që nuk duhet merret asnjëri me që të kërkojë llogari, sepse është shumë normale që të kërkosh llogari politikanëve, që të kërkosh llogari atyre që kanë detyra përfaqësuese, është shumë normale që të marrin përgjegjësi. Por ajo që më shqetëson është që nuk mund të jetë vetëm ky debati që bëhet politik në Shqipëri. Median po fajson, kështu më duket mua, apo jo? Po tani është një, shikoj edhe besoj media ka shumë përgjegjësi në këtë. Edhe
edhe mënyra e financimit të mediave ka shumë përgjegjësi, sepse kjo vjen edhe kur për shumë kur flitet për kronikën e zezë. Unë shoh që hap lajmet në Shqipëri dhe aty klikohen, do të thënë gjërat që klikohen më shumë janë gjërat u vra, dhe kjo është model sepse kjo prodhon fitim. Kështu që këto klikohen, këto lajme prodhohen, se këto lajme tani këto lajme pastaj përsërisin njëri tjetrin dhe ti duhet mendosh edhe impaktin kulturor të lajmit. Duhet mendosh, okay, çfarë i bën kjo mentalitetit një shoqërie kur normalizohet vrasja. Dhe kur njerëzit shkojnë dhe konsumojnë vrasje, ose konsumojnë vjedhje, ose konsumojnë drogë, konsumojnë banda. Tani, unë nuk them që këto nuk ekzistojnë në Shqipëri dhe që nuk janë këto fenomene dhe që nuk duhet t'jepen në lajme. Po si ka mundësi që është vetëm kjo? Unë vi këtu, bëj debate libra, shtakoj të ri, fantastik. Kam diskutime shumë interesante, lexojnë ato, më japin ide, më bëjnë kritika që më bëjnë të mendojnë. Është një kontekst shumë interesant dhe edhe kjo reflektohet edhe kjo të debati. Pra, pyetjet që marrin nga të rinjt në Shqipëri janë ndryshe, sepse janë në një kontekst tjetër dhe i shohin gjërat ndryshe. Ne pse këto nuk i shohin në media? Unë i shoh vetëm kur i takoj, kur shkojnë nëpër shkolla, kur vinë nëpër konferenca, kur i takoj jashtë, kur bëj prezantime librash, ku janë gjithë këto njerëz që kanë gjithë këto diskutime interesante, si ka mundësi që mos reflektohet fare? Them që ka diçka të bëjë ai modeli biznesit dhe i financimit të mediave, po edhe i shoqërisë në përgjithësi. Sa herë dëgjoj ty që flet, mendoj i kanë bërë një propozim për të përfshirë në politikë Lea Ypit, a të ka ardhur ndonjëherë ndonjë nga politikanët tanë të majt apo të djathtë, apo s'kemi as të majt as të djathtë? Ka këtu të majt të djathtë. Se di, më thon drejtë, nuk e mbaj mend se nuk ose e kam marrë ndonjëherë. S'të ka rënë telefoni ndonjëherë për të thënë që Lea, duam të kandidojmë? Jo, me këto mund të qetësojmë të gjithë. Lea nuk e ka marrë asnjëherë në telefon, se unë shoh që këtu herë mas herë dalin që do bëhet ministre. Dikush ministre, dikush presidente, dikush më tha para ta kohësh, kryetari i bashkie po diskutohet Lea Ypi, ishte e sigurt madje, e mbyllur. Jo. Ti ke ambicie vetë politika? Nuk e di sa e mirë do isha. Do të thonë, unë politika më duket shumë e vështirë, më duket një profesion me përgjegjësi shumë të mëdha dhe më duket sikur ti je intelektual i mirë, nuk do të thotë që ti je politikan i mirë. Do të thonë, unë di që më interesojnë librat, më pëlqen debati, më pëlqen filozofia, më pëlqen të kritikoj, por ti sigurisht secili nga ne ka rol në politikë, pavarësisht është politikan apo nuk është politikan. Pra unë them që ne, secili nga ne edhe ti që bën programe, edhe unë që shkruaj libra, ne kemi përgjegjësi politike dhe marrim pjesë në politikë çdo ditë, me pyetjet që bëjmë, me njerëzit që ftojmë, me libra që shkruajmë, me temat që zgjedhim, me ato që vendosim të inkurajojnë dhe ato që vendosim të injorojmë. Këto janë të gjitha vendime që janë edhe të natyrës politike. Por problemi është je politikan me detyra përfaqësimi ose je politikan që punon në administrat, se ti duhet kesh një talent ose një koleksion gjërash që janë të ndryshme nga ato të intelektualit. Për shkak se ti je kritik i mirë, nuk do të thotë që i bën kompromisa mirë, përkundrazi, ndoshta nuk bën dot kompromisa. Nuk po them që politika është vetëm kompromis, po ka ca gjëra që vendimarrja duhet ti e merr vendimin, pastaj duhet të qëndrosh. Edhe kjo ajo që quhet luftë armik që e karakterizon politikën, ka diçka të vërtetë në këtë. Nuk do të them që gjithë politika është mik, kush është miku im, kush është armiku im. Por që ti duhet të jesh i qartë për aleancat, për kompromisat, për mënyrën se si trajton njerëzit. Dhe unë them që ndoshta një njeri që ka një qasje intelektuale, ndoshta nuk do të thotë që ti edhe politikan i mirë. Si shikon këto politikanët e rinj? Unë këtu kam patur vetëm Arlind Qorin të ftuar në një episod. Po, për Arlindin kam shumë simpati. Vërtet? Edhe po, dhe më duket një nga projektet Televizja Bashkë, nuk merr me njerëzit. Arlindin e njoh, kam bërë podcast dhe është edhe filozof, domethënë kam simpati sepse edhe diskutojmë gjëra filozofike. Më duket sikur është një nga projektet politike në Shqipëri që mundohet që të ketë pak më shumë substancë se sa partitë e tjera që nuk flasin asnjëherë për asnjë gjë. Domethënë këtu flitet për një shtet social, flitet për atë marrëdhënien midis tregut dhe shtetit, flitet për më duket sikur ka edhe gjatë fushatës ato ishte i vetmja parti që kishte diçka si substancë, si projekt që thua okay, ky është projekt i një partie dhe jo vetëm i një individi që nuk po merren vetëm me një person. Lea, kam premtuar disa foto që janë momente nga Shqipëria, disa janë personalitete shqiptare, disa janë monumente shqiptare, disa janë momente nga Shqipëria, nga historia jonë. Nuk e di se sa familjare je, por në Shqipëri, prej ndoshta
10 ose më shumë vitesh, panajiri më i frekuentuar, më i ndjekur dhe më i suksesshëm është panajiri i librit. Po. Kam qenë dhe unë të panajiri i librit. Edhe më pëlqen shumë kur shkoj. Ajo që më pëlqen jashtëzakonisht kur shoh klasat me fëmijë. Më duket një atmosferë shumë e bukur. Do kisha dashur shumë që të ishte një gjë e përditshme dhe jo vetëm 2 ditë, 3 ditë në vit, por më krijon një ndjesi shumë të mirë kur shkoj. Edhe a ke parë se sa shumë njerëz ka gjithmonë? Po. Se ka vetëm tek panajiri i librit dhe jo nëpër librari aq shumë njerëz? Po. Ndoshta është krijohet si festival, edhe aty shkon edhe si festë e librit panajiri. Kështu që është nuk e di, më thonë, pse nuk shkojnë njerëzit, pse nuk shkojnë në librari, librat kushtojnë edhe shtrenjtë, nuk ose po, ati kanë më uli edhe ndoshta është edhe një moment që shkojnë dhe është një gjë që është edhe një gjë që e bën vetëm një herë në vit, domethënë nuk e bën dot çdo javë që shkojnë, sepse librat janë të pushtojnë. Pushtojnë është lirë, pushtojnë. Kështu që po do ishte shumë mirë sikur të kishte më shumë evente për librat dhe sikur të kishte më shumë aktivitete, sikur të kishte më shumë biblioteka, më shumë klube libri që nuk kemi. Më shumë, sidomos me fëmijët, më shumë iniciativa për t'i afruar librat me fëmijët, kjo do ishte shumë mirë. Ky është Adzef Plumi apo jo? Po, kam lexuar librin, kam shumë kohë që kam lexuar, më thon shumë. Aq shumë sa që nuk jam kthyer më. Tani vonë, po. A i kthesh librave zakonisht? Jo, se janë gjithmonë libra të reja. Kam vetëm përshtypje, do të mbaj mend përshtypjen. Nëse Lea Ypi do t'i këshillonte një adoleshent ose një të riu që po na shikon, 5 libra që duhen lexuar patjetër në jetë. Pallati i ëndrave. Demonët e Dostojevskit. Republika e Platonit. Më pëlqen poezitë e Pablo Nerudës. Dhe më pëlqen. Aquí te amo. Edhe më pëlqen. Estas un sueño, aquí te amo. 4 tash. 4, 5 po e lë kështu ta plotsojnë vet. Të 5 ndoshta, po dhe sugjeroj unë të poshtëruar një libër për të mos u humbur dhe që në fakt lexohet me një frymë. Nuk besoj që ka një mënyrë tjetër për ta lexuar të poshtëruar. Është një libër që të kaplon. Do vazhdosh të shkruash në këtë formë, në këtë mënyrë? Po, besoj se po ndoshta është e rëndësishme për ty që lexuesi ta ketë vëmendjen dhe ti ta marrësh. Po, në kuptimin e hibridit midis historisë dhe filozofisë dhe letërsisë, po. Por ndoshta do vi një moment ndoshta do bëj vetëm roman, edhe jo këtë hibridin që do bëj tani që është fiksion, jo fiksion, kështu që. Fiksion apo jo fiksion? Jo, tani ky është hibrid. Po ti çfarë? Unë kam filluar vetëm me letërsi, vetëm me fiksion. Por ka një gjë që fiksioni kur është i mirë është shumë i mirë, por kur është i keq është shumë i keq. Jo, mërzitesh se ka harxuar shumë kohë dhe unë kam një zakon shumë të keq që nuk i lë librat për gjysmë, po e fillova nuk e mbar. Do që ta mbarosh. Nuk e lë asnjëherë librin, çdo libër që marr në dorë, po e fillova duhet ta mbaroj. Dhe kjo kur ke jo fiksion, edhe libri që është mediokër, prapë ke mësuar diçka. Pse do ta mbarosh? E kam fiksim timin, e kam pas gjithmonë. Vetëm me librat apo edhe me filmat? Edhe me filmat. Edhe me filmat do ta mbarosh. Ku do shkoj, deri ku do shkoj budalliku. Po, edhe është me kanë se do të jem shumë selektive kur i bëj këto zgjedhje. Mirë, po me jo fiksionin, diçka e mëson dhe kur e mbaron librin e kam mësuar kurse me fiksionin, kur nuk është i mirë, është shumë e tmerrshme se ka ikë shumë kokot. Edhe kjo është. Po, gomonet e të kujt periudha nuk e di, po janë akoma dhe sot. Po, nuk e di janë akoma në Shqipëri, po janë edhe unë në Angli kemi me jo, po thëmë kam vënë nga Shqipëria, sigur nuk nisën. Nuk vinë më, jo. Po nga vinë Angli tani? Nga Angli nga Franca. Nga Franca. Po, më thëmë ka dhe, akoma ka dhe shqiptarë që vinë, sepse në Angli nuk ka viza. Po thëmë Angli, ato do mërzitësh nuk po thëmë Anglia, Britaninë e madhe. Unë habita kur ti thoje në një intervistë që vëlla yt nuk ka ardhur të vizitoj dot, se nuk ja japin, akoma nuk vjen, sepse nuk japin vizën, duke e konsideruar si një mashkull që mund të qëndrojë atje. Domethënë algoritmi e klasifikon si një rrezik për të qëndruar në Angli. Dhe besoj aja nuk do të vimë tani edhe sikur t'ia falin vizën. Apo prap duan shumë që ai të vizë, ai nuk e ka parë kur ku jetojmë, s'ka parë shtëpinë, nuk e di domethënë si ku e kanë shkollën fëmijët, ato kanë qenë se mund të na ndihmon të na jep një dorë pas herë ne kërkojmë kur vin miqë kërkojmë edhe dorë. Po patjetër. Kështu që jo, do kisha shumë qejf, po është shumë e vështirë sepse një mashkull shqiptar që është në moshë të re pune, është pothuajse pamundur të marrë vizë. Kështu që është e kotë edhe që ta bëj kërkesën domethënë.
Dhe ajo që mua më mërzit shumë është kur jam në Britani me këto debate, që më thënë që po, pse duan të vinë shqiptarë, pse vinë me gomonën në Angli, unë i thënë, pse nuk pyesni vetëm, pse nuk japim vizën e? Pse pyetja është gjithmonë, pse vinë këto me gomonë, dhe nuk është pyetja çfarë po bëjmë ne, që të ndihmojmë këto që të vinë në mënyrë tjetër. Ti je një zë shumë i fuqishëm në Angli, kësaj teme. Si të trajtojnë anglezët kur nuk flet mirë për ta? Jo, kjo është një debat politik. Dhe duke qenë debat politik, aty, jo, ka që janë kundër shtetit të tyre në vendimet të saktuara për këtë temë, dhe që duan që të kenë një zë si unë, që e njeh edhe kontekstin dhe mund të flasë ndoshta nga njëjta perspektivë si ato, por duke patur më shumë informacione edhe për vendin, etj. Ai është debat që është ideologjik, pra ka një qasje të djathtë, ka një qasje të majtë, ka një qasje shumë të majtë, dhe duke qenë se njerëzit ndryshojnë opinionet e tyre politike, se si pritet varet nga mendimi që kanë ato, nëse janë, më thënë që duan që të jetë ky zë, zakonisht janë e mirëpresin dhe njoftojnë etj. Problemi është që gjithmonë për akademikës, për filozofë si puna ime, nuk po të futesh shumë në politikën e përditshme, nuk ke pasaj aftësinë që edhe atje, po të fillosh merresh që u mor ky vendim, u bë ky dje, pastaj të ikën, edhe nuk e ke më pastaj ato shkëputjen që duhet për të bërë punë intelektuale të një natyre të caktuar, për të shpjeguar trendet ose për ato lloj pune që bëj unë. Dhe është një lloj ndarje punësh, ka janë ato opinionistët që merren me komentet e përditshme, janë ato që bëjnë trendet më të mëdha, janë ato që bëjnë krahasimet midis shteteve. Duke qenë se natyra ime është më shumë te kjo makro e punës, unë nuk kur përfshihem vetëm sepse më rëzitem shumë ose sepse më vinë njëherë email nga shqiptarë që më thonë ose mesazhe që më thonë shiko filanit i ka ndodhur kjo, nuk po shkruan njëri, nuk po thot njëri, ose filani nuk ka marrë vizë, të lutem çfarë mund bësh ti, sepse edhe për shqiptarët ato kanë nevojë që të kenë përfaqësi. Kështu që Olea, dikur iknin nga komunizmi, pastaj ikën nga varfëria, nga tranzicioni, pastaj nga 97-a. Pse po ikin shqiptarët sot akoma? Nga kapitalizmi. Nga kapitalizmi. Po, dhe kujtojnë se kapitalizmi atje, do të thonë, është më mirë. Jo, kapitalizmi atje është më mirë sepse atje ka shtet social më të mirë. Por duke qenë se shteti social edhe ky po reduktohet sepse është në rënje sipër, edhe ato forca që e amortizonin këtë zhvillim të kapitalit deri para pak vitesh, tash nuk janë më, kështu që gjithë bëhet gjithmonë më egër. Pra, nëse do kishte ardhur para 10 vjetëve, 15 vjetëve ose 20 vjetëve, do kishte patur një pritje komplet tjetër si emigrant, nga pritja që po bëhet gjithmonë më egër, tani ti e ke parë në Amerikë, në SBA, se çfarë ndodh me Trumpin edhe se si po mblidhen ato emigrantët që janë të parregullt, janë të lidhur me zinxhir, në ato avionet që i deportojnë, dhe ato janë, do të thonë, pamje që nuk kishe para 10, 15 vjetëve, 20 vjetëve. Kjo sepse natyra e shoqërisë ka ndryshuar edhe ato, por një sistem është më i egër ose më pak i egër kur ka ose kur nuk ka opozitë ndaj atij sistemi, sepse është edhe aty politika, sado që në një treg kapitalist nuk ka rol, prap një rol e ka. Kështu që në varësi të ideve dhe në varësi të projekteve, shoqëria shkon më mirë ose shkon më keq. Ky është një moment shumë i keq për emigrantët. Është një moment shumë i keq për të shkuar në një vend tjetër. Sidomos të palishëm, do të thënë sepse është rrezikon. Por edhe për ato që janë aty, se duke qenë se kjo lufta kundër emigrantëve nuk është se zgjidh kontradiktat e kapitalizmit, edhe kur kur shkon nuk e gjen zgjidhjen, ato prap instrumentalizohen, sepse debati i djathtë është i tillë që krijon konfliktin midis të huajt dhe vendasit. Fillon i pari, target i parë është ai që vjen ilegal, por kur ai ta zgjidhë legalitetin, do ta marrë, do ta ketë me fëmijët e mi, do ta ketë me një që është bërë e ka marrë, ishte ilegal, po u bë legal. Pra me gjithë për shembull shqiptarët që kanë ardhur në Londër si të parregullt, tani kanë marrë letra dhe ato shkojnë dhe thënë po prit, mos ke qenë i parregullt para 10 vjetëve, tani do ikosh ti. Sepse kjo nuk zgjidhet duke menaxhuar lëvizjen e njerëzve. Zgjidhet me një projekt komplet tjetër, duke qenë se ky projekt nuk është aty, ato vazhdojnë dhe manipulojnë atë membership. Kjo është gjë që ka ndodhur gjithmonë, por që tash ky është moment që është shumë i rrezikshëm, sepse njerëzit kujtojnë që ato s'kan gjë me ne, kanë vetëm ato që vijnë ilegal. Po të shikosh dhe një nga arsyet e librit të poshtëruar që flet shumë për fashizmin, për rritjen e agresivitetit ndaj të huajve, e njëjta që ka ndodhur edhe me hebrejt në vitet 20-30. Pra, ne kur mendojmë luftën e dytë botërore, mendojmë se u zgjata shumë me këtë përgjigje. Po ne mendojmë Auschwitzin, po në fakt
lufta kundër hebrejve ose kundër të ndryshmëve, të romëve, homoseksualëve që kanë bërë nazistët gjithashtu përtej luftës ndaj hebrejve, ka filluar në vitet 20 duke thënë që mirë, ne kemi këto profesionet e doktorëve dhe të avokatëve këtu në Francë, në Gjermani, këto pse duhet t'i kenë edhe hebrejnë, nuk bëjnë dot punë tjetër këto? Kjo s'kishte lidhje me Auschwitzin. Kjo ishte 15 vjet përpara. Tani ti kur përdoret ky diskurs dhe bëhet për të instrumentalizuar atë grup që shifet si i ndryshëm, çfarë rëndësie ka se si ka ardhur ti? Edhe çfarë rëndësie ka ai akoma apo nuk je ilegal? Dhe në një moment do vi puna që të thënë, po ky Arben White, çu emër Arben kështu? Po s'është emër anglez. Dhe kjo arriti pika që pse i vinin hebrejve kryq. Sepse ato nuk ishte mua është hebrej ortodoks apo nuk është ortodoks, e vën ato apo nuk e vën, shkon apo praktikon apo nuk praktikon, u bë si e ke mbi emrin. E ke Levi, e ke Goldschmidt, kjo është, ishte doktor, kishte luftuar për Gjermaninë luftën e dytë botërore, kishte luftën e parë botërore, kishte marrë dekorata, s'kishte fare rëndësi. Rëndësi kishte që ti ishe i ndryshëm. Ne filluam me emigracionin, po komentoj emigracionin, sepse thash, pse ikin njerëzit ikin nga kapitalizmi, po pse nuk zgjidhet sepse ti shkon nga një vend kapitalist në një vend tjetër kapitalist. Dhe konflikti sigurisht ai vend nuk është aq keq, nuk është aq keq sa Shqipëria, por dinamika është e njëjtë, ato prap kthehen. Megjithëse përmendem mbiemrin, sa të ka ndihmuar mbiemri White? Unë se kam mbi emrin White. Nuk e ke. Se kam ndryshuar. Kam vetëm emrin tim. Okej. Po, gjithsesi ka qenë një mbështetje bashkëshorti apo jo? Fare. Jo. Jo, por unë kam fat që në Londra është qytet që ka të bëmë brenda mbi emrin, por në fakt është një qytet shumë kozmopolit dhe shumë multikulturor dhe këto debate për emigrantët nuk kanë arritur në fakt në Londër. Bëhen në qendra të caktuara, për shembull ka pasur një protest para pak muajve në Britani, u bë nuk e di ku ishte një qytet që u sulmuan hotelet ku ishin rezidentë emigrantët nga këto grupet ekstremiste të djathta. Në Londër ne akoma nuk e kemi sepse Londra është qytet që i ka gjitha, ka lloj mbi emrash, edhe në një farë mënyrë edhe kjo është artificiale, sepse edhe çdo britanik po ta shofush tamam nuk është i lindur i rritur, mbas para ca brezave dhe ai ka ardhur nga diku se shoqëri homogjene nuk ekzistojnë, kështu që çdo familje. Po, ajo është merret një vendim arbitrar që këtu është linja, kjo nda dhe pastaj siç u bën ato copë në Ruand, Hutu dhe Tutsi, ishin ato në ndryshim nga njëri tjetri. Po u vendos se ky ishte aksi i konfliktit, ajo linja që ndaj konfliktit dhe pastaj nga aty bëhet luftë civile, bëhet gjenocid për kaq, nuk është se këto janë markers ose ndarje objektive. Lea, unë do rria me ty të flisja gjithë ditën dhe gjithë natën, realisht, por po bëhet ftohtë, besoj që kemi një orë ca që mund të flasim, unë dua të falenderoj shumë që isha pjesë e mbrëma yje, realisht. Falenderoj shumë edhe Arbionin që ka qëndruar aty duke pritur mamin në të ftohtë, po shpresoj që ti ketë pëlqyer edhe kjo puntata me mamin si protagoniste, siç i ka pëlqyer të tjera. Të tre fëmijët ka filluar emra shqiptar, Hana, Rubin edhe Arbien. Bukur. Ka qenë dakord babi? Po, ma shumë qef. Po, unë jam penduar që s'kam lëvënd dhe mbi emrin tim, do të thonë duhet të kisha lënë të dyja dhe Ypi edhe White. Të dyja mbi emrat të fëmijëve. Ishte i shkurt, po. Okej. Faleminderit shumë Lea. Faleminderit juve, ishte shumë kënaqësi. Shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Ky emision u mundësua nga Uji Qafshtama, Konad Albania, Obu Store. Për të parë programin me mbrëma yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.